Para se të fillojmë këtë histori të jashtëzakonshme, duam të dëgjojmë mendimin tuaj. Imagjinoni që jeni në vendin e Andit, një djalë i thjesht, i huaj në një vend të ri, që ndihmon dikë pa pritur asgjë në këmbim. Por ajo që ndodh më pas ndryshon gjithçka. Shkruani në komente, a do ta kishit të ndihmuar ju? Dhe nëse do të zbulonit se ajo person ishte vajza e një milioneri, a do të kishit vepruar ndryshe? Tregoni mendimin tuaj, sepse historia që do të dëgjoni sot do t'ju bëjë të mendoheni 2 herë për vlerën e një gjesti të thjeshtë dhe çmimin që mund ta ketë dashuria e vërtetë. Dhe tani, le të fillojmë. Ekziston një moment në jetën e çdo njeriu kur ai e ndjen se ka arritur në fundin e një faqeje dhe duhet të kthejë tek e reja. Për Andin, ai moment erdhi një mëngjes të hershëm vjeshte, kur qielli mbi Tiranë ishte i mbushur me re të holla gri dhe era ngrihte gjethet e verdha nga trotuaret e lagura. Ai qëndronte para derës së shtëpisë ku kishte rritur, me një çantë të madhe në krah dhe sytë mbushur me diçka që nuk ishte as gëzim dhe as trishtim. Ishte një përzierje e të dyjave. Ajo ndjenja e çuditshme kur dini se po lini diçka pas, por nuk e dini ende çfarë po gjeni përpara. Andi kishte 22 vjeç, ishte i lartë, me flokë të errët të kapur lehtë prapa, me sytë e ngjyrës së dardhës së pjekur, jo plotësisht kafe, jo plotësisht jeshile, por diçka midis tyre, si ngjyra e tokës pas shiut. Kishte fytyrën e një djali që kishte mësuar herët se bota nuk jepte asgjë pa punë, dhe kjo mësim i kishte lënë gjurmë jo në rrudha, por në mënyrën se si i mbante sytë hapur edhe kur buzëqeshte, gjithmonë vigjilent, gjithmonë duke vëshkuar. Familja e tij ishte e thjeshtë, si shumica e familjeve shqiptare. Babai, Murati, punonte si elektricist dhe kishte shpenzuar gjysmën e jetës duke rikrijuar sistemet elektrike të ndërtesave të vjetra në Tiranë, duke u ngjitur në përshkallë të pista dhe duke punuar me duar të kalluara. Nëna, Valbona, ishte mësuese e gjuhës shqipe në një shkollë të mesme dhe kishte pasionin e librave të tëra jetës. Ishin 2 njerëz që kishin dhënë çdo gjë që kishin, jo për të bërë para të mëdha, jo për të jetuar me lukse, por thjesht për t'i dhënë djalit të tyre diçka që ata vetë nuk e kishin pasur, mundësinë. Mundësia quante shkolla, quante universitet, quante të ardhme. Dhe kur Andi fitoi bursën për të studiuar inxhinieri civile në Torino, ata kishin qartë të tre. Babai fshishte lotët duke u kthyer nga dritarja, nëna i mbante fytyrën me duart dhe Andi qëndronte mes tyre, duke ndjerë se pesha e shpresave të tyre u leh lehtë mbi supet, jo si barr, por si petka e ngrohtë. Por bursa mbulonte vetëm tarifën e shkollës, jo qiran, jo ushqimin, jo librat, jo biletat e autobusit, jo asgjë tjetër nga ato gjëra të vogla dhe të mëdha që bën jetën të mundshme. Kështu Andi kishte mësuar herët, gjë ditën e parë që vuri këmbën në Torino, se studimi dhe puna nuk ishin 2 gjëra të ndara, ishin 2 anët e së njëjtës medalje, dhe ai duhet i mbante të dyja gjallë njëkohësisht nëse donte të mbijetonte. Torino e priti ashtu si priti çdo emigrant tjetër, me indiferencën bujarisë të qyteteve të mëdha, ku njerëzit kalojnë pranë njëri tjetrit çdo ditë pa e parë njëri tjetrin. Ishte bukur, pa diskutim. Arkitektura e saj barok, sheshat e gjëra, alpet që dukeshin si pikturim në horizont, lumi po që rrëshqiste ngadalë në përqytet si një gjarpër i vjetër dhe i mençur. Të gjitha këto e kishin çuditur Andin kur ishte ardhur për herë të parë, por bukuria nuk pagonte qiran. Dhoma e tij e parë ishte një kamar 4 metra katror në lagjen Barriera di Milano, njëra nga lagjet më të gufuara të Torinos, ku jetonin emigrantët, studentët e varfër, punëtorët e fabrikave dhe ata njerëz që kishin ardhur nga vende të ndryshme të botës me ëndra të ngjashme dhe kursime të ndryshme. Andi përshtatej shpejt, kishte mësuar italishten para se të vinte, kishte qëndruar i zgjuar deri vonë duke shikuar filma italian pa tituj, duke lexuar gazeta online, duke mësuar fjalë dhe shprehje, ashtu si dikush mëson muzikë, me vesh, me ndjesëmëri, me dëshirë. Kur arriti, italishten e fliste me aksent, por e fliste, dhe kjo mjashtoi. Punën e parë e gjeti pas 2 javësh, punoi si kamarier në një bar afër universitetit, zgjonte orë të tëra duke shërbyer kafe dhe korneto për profesorët e studentët, duke buzëqeshur me lodhje dhe mbajtur gota mbi shpatulle. Pastaj shtoi një punë të dytë, asistent ndërtimi me gjysmë ore, ku punonte çdo shtunë dhe diel. Orari ishte çmendur, mësim, punë, mësim, dhe ndonjëherë kur kthehej në dhomën e tij të vogël pas mesnate, ulej mbi shtratin e ngësht dhe pyeste veten nëse kishte vërtet kuptim gjithë kjo.
Por pastaj nxorte telefonin dhe shikonte foton e fundit të nënës dhe babait, dy njerëz të thjesht që kishin dhënë çdo gjë, që akoma punonin çdo ditë me duar të kalluare dhe zemra të plota shprese, dhe e kuptonte. Po, kishte kuptim. Çdo orë kishte kuptim, çdo minutë lodhje kishte kuptim. Ishte ky mendim, kjo imazh i nënës dhe babait që e mbante Andin drejt kur gjithçka tjetër mund ta kishte përkulur. Vitet e para të studimeve kaluan si val pas vale. Andi mësoi jo vetëm inxhinieri, por diçka tjetër më shumë të rëndësishme. Mësoi të lexonte njerëzit. Në një vend të huaj, ku je gjithmonë paksa i jashtëm, paksa ndryshe, paksa i tjetri, mëson shpejt se kush është i sinqert dhe kush është jo, kush të sheh si person dhe kush të sheh si etiket. Mësoi kujt të besoj dhe kujt jo. Mësoi si të mbante dinjitetin e tij edhe kur situatat e kthenin në të ndjente të vogël. Kishte edhe momente të mira, sigurisht. Miqtë e universitetit, Luka, një djalë nga Napoli me himor të madh dhe zemër edhe më të madhe, Maria, një vajzë nga Sicilia që studionte arkitekturë dhe i sillte Andit libra të vjetër italian nga tregtarët e librave të përdorur, dhe Karim, një marokan që studionte ekonomi dhe kishte pasionin e çuditshëm të gatimit të enëve komplekse në kuzhinën e vogël të apartamentit të tyre. Këta njerëz bën jetën në Torino jo vetëm të mundshme, por edhe bukur. Por historia jon nuk fillon në Torino, fillon në një rrugë të vogël të braktisur, me skodrave të gjelbra të Piemontit, ku fati kishte vendosur të organizojë një takim që askush nuk e kishte planifikuar. Ishte një mëngjes i fundjavës dhe Andi kishte marrë një punë të re. Punë sezonale, që i kishte ofruar Massimo, një zotëri i moshës 50 e diçka vjetësh me mustaqe të trasha dhe dorë si lopata, i cili drejtonte një kompani të vogël ndërtimi dhe rinovimi. Massimo kishte nevojë për punëtor për të rinovuar disa prona të vjetra në fshatrat rreth Torinos, shtëpi guri të braktisura që pronar të pasur nga qyteti donin t'i shndronin në shtëpi pushimi. Puna ishte e rëndë, por paguante mirë, dhe Andi kishte pranuar pa hezituar. Kishte bler biletën e autobusit drejt fshatit Briko, një vend të vogël kodrinor, rreth 60 kilometra larg Torinos, ku rrugët ngjiteshin gjarpërueshëm nëpër kodra të veshura me vreshta dhe pyje ahu, dhe ku ndërtesa e vetme publike ishte një kafene e vjetër me mur të suvatuar me bojë të zbet dhe një furrë buke që merrte aromë mëngjesi. Autobusi e lëshoi Andin në qendër të fshatit, që do të thotë para kafenes dhe furrës, pak pas orës 8 të mëngjesit. Massimo kishte thënë se do të takoheshin tek shtëpia e punës, rreth 2 kilometra larg fshatit, sipas një rruge rurale që ngjitej midis vreshtave dhe mureve të gurta. Andi kishte nisur të ecte, kishte hedhur çantën e punës mbi shpatull, kishte ndezur një muzikë me kufje, diçka e qetë, instrumentale, muzikë ngjashme me peizazhin rreth tij, dhe kishte filluar të ecë rrugën e vogël. Ajri i mëngjesit ishte i pastër dhe i freskët, me erë bari të lagur dhe lulet e egra, dhe dielli fillonte të ngrihej mbi kodrat lindore, duke hedhur dritë të artë mbi rreshtat e gjata të hardusheve. E dashuronte këtë lloj qetësie. Në Torino, jeta ishte zhurmë konstante, tramvajet, makinat, njerëzit, muzika nga baret, zërat e qindra bisedave njëkohëse. Por këtu, midis kodrave, ekzistonte një lloj heshtjeje, e cila nuk ishte bosh, ishte e mbushur me tingujt e zogjve, me gurgulimën e rrjedhave të vogla, me frymëmarrjen e tokës. Ishte duke menduar kështu, duke ecur dhe menduar dhe dëgjuar muzikën e tij, kur e pa. Fillimisht nuk e kuptoi çfarë shihte. Makina e kuqe, kompakte italiane, lloji i njohur dhe popullor, qëndronte anash rrugës, pak mbi njërin brez guri që ndante rrugën nga vreshtat. Kapota e parë ishte e hapur gjysma, sikur dikush e kishte hapur dhe pastaj e kishte hapur dhe braktisur mbi të. Njëra gomë e majtë e pasme duke i shtypur, e deflacionuar plotësisht. Andi hoqi kufjet, vuri veshin. Nuk kishte zhurmë makine që po punonte, nuk kishte asgjë, vetëm heshtje. Pastaj e dëgjoi. Ishte një zë i ulët, i mbajtur, jo qaj dhe jo thirrje, por diçka midis tyre, si dikush që po bënte përpjekje të mos qaj, por pa sukses të plot. Zëri vinte nga ana e makinës, nga ana e jashtme. Andi ndaloi, ktheu kufjet dhe çantën dhe eci drejt makinës. Ajo ishte ulur në gurët e malit pranë rrugës, me shpinën mbështetur mbi murin guri, me gjunjët e ngritura pranë gjoksit dhe duart e mbështjella rreth tyre.
Flokët e saj të errta, ngjyrë qymyri të djegur me reflekse kafe kur i binte drita, ishin të lirshme dhe pak të çrregulluara, dhe fshinte syt me mëngën e xhaketës së lehtë blu kur ngriti kokën dhe pa Andin. U çua shpejt, si refleksi mbrojtjes, si ati tipi ngrehjeje të menjëhershme kur dikush i afrohet ku nuk je pritur. Ajo ishte rreth moshës së tij, ndoshta 21-22 vjeçe. Sytë e saj ishin kafe të errta, me qerpiq të gjatë dhe me atë shprehje të veçantë të dikujt që nuk ka fjetur mirë, veç që ka munduar shumë të mbajë gjithçka nën kontroll. Fytyrën e kishte të bukur, jo me bukurinë spektakolare të revistave, por me bukurinë e thjeshtë dhe të vërtet, të dikujt që nuk bën përpjekje të duket, sepse ndjenjimi natyral i tij tashmë mjafton. Ajo tha diçka italisht, shpejt, gjysmë pyetje, gjysmë shpjegim, dhe zëri i saj kishte atë theksin e veçantë verior, as pak roman, ndoshta nga Milano apo nga një qytet tjetër i veriut. Andi u përgjigj me italishten e tij të qartë, të mësuar me kujdes. Ciao, sei in difficoltà, posso aiutarti? Çka? Je në vështirësi, mund të ndihmoj? Ajo vuri buzë pak, atë lloj vuri buzë kur dikush nuk dëshiron të tregojë se sa keq ndihet, por nuk mund ta fsheh plotësisht. Po, kishte problem, goma kishte shpuar, ndoshta kur kishte kaluar mbi një gur të mbrehur pak më lart në rrugë, nuk e dinte saktësisht. Kishte provuar të telefonojë shërbimin e rrugëve, por sinjali i telefonit ishte minimal këtu, mes kodrave, dhe thirrja kishte rënë 2 herë. Kishte provuar numrin e familjes, nuk kishte marrë përgjigje. Kishte qëndruar atu tashmë afro 1 orë e gjysma. Andi shikoi makinën, pastaj shikoi gomën, pastaj shikoi atë. Ke gomë rezervë? Pyeti Andi. Ajo u mendua. Duhet të ketë. Mendoi, po, ka në ndyshemen e bagazhit. Mirë, tha Andi, dhe vendosi çantën e tij në tokë me atë qetësi të dikujt që ka vendosur të bëjë diçka dhe nuk i duhet kohë ta mendojë 2 herë. Emri i saj ishte Giulia. Andi e mësoi ndërsa po hapte bagazhin dhe po nxirrte gomën e rezervë dhe krikun e vogël metalik. Ajo i thëshoi, norçe po sepse ishte domosdoshme, por sepse heshtja kishte filluar të ndihej çuditërisht e inkomode për të 2 palët dhe ishte ajo që e kishte thyer të parën. Giulia, Ferraro, tha ajo, shtriu dorën ndërsa Andi mbante krikun me tjetrën. Andi, u përgjigj ai, dhe i shtroi dorën ndërsa mbante krikun me tjetrën. Andrea? Jo, Andi thjesht. Ajo vuri buzë paksa. Andi, jeni shqiptar? Andi ngriti kokën. Ishte mësuar me pyetjen, jo gjithmonë e bëhej me ton dashamirësi, si herë kishte një ton tjetër pas saj, një lloj sondimi të kujdesshëm, por Giulia e bëri thjesht, kuriozitet i thjesht, pa filtra të tjerë. Po, thaj, nga Tirana, jam student këtu, në Torino. Inxhinieri, shtoi ajo, duke parë çantën e tij të punës. Ose ndërtim? Të dyja, tha Andi, dhe filloi të punonte mbi gomën. Giulia qëndroi pranë, pa u larguar, por pa penguar. Kishte ato njerëz që kur dikush bën diçka për ta, të rriqen më njan plotësisht dhe presin, dhe pastaj ato që qëndrojnë pranë dhe ndjekin, kurioz, interesant. Ajo i përkiste të dytve. Shikonte çfarë bënte ai, ndiqte lëvizjet e duarve të tij, dhe ndonjëherë tërhiqej dhe lexonte ndonjë mesazh në telefonin e saj. Nuk ishte sinjal mjaftueshëm për thirrje, por ndonjë mesazh hidhej brenda. Ajri kishte ngrohur pak ndërkohë, dhe dielli kishte ngjarur mbi kodrat dhe dërgonte dritë të zbutur përmes blethëve të rrallë. Gjatë kësaj kohe, ata folën, herë-herë me pyetje të shkurtra dhe përgjigje të gjata, pastaj me pyetje të gjata dhe përgjigje të shkurtra. Ishte ajo lloj bisede që zhvillohet natyrshëm, kur 2 njerëz janë në të njëjtin hapësirë dhe kanë kohë dhe nuk ka asgjë tjetër për të bërë. Giulia studionte menaxhim biznesi, jo aty afër, por në Milano, ku jetonte zakonisht. Ishte ardhur të kalonte fundjavën te shtëpia e familjes në Lange, rajoni kodrinor i prodhimit të verës, ku familja kishte pronën. Jo pronë e vogël, shtëpi të madhe me ubor, vreshta, pamje të gjëra, por ajo e tregoi këtë në mënyrë të shkurtër dhe jo me mburros, si dikush që e merr si të dhënë normalitetin e jetës së tij, pa menduar se ka nevojë t'i ekspozojë detajet. Andi, nga ana e tij, tregoi pak nga pak rrugën e tij. Tirana, familja, universiteti, punët e ndryshme, mësimet e natës, fundjavat e punës, e tregoi pa plënqe dhe pa shfaqe, thjesht si fakte, si kushtet e jetës së tij, të cilat ishin ato që ishin dhe nuk kishin nevojë as ta turpëronin, as ta shëndlenconin.
Julia dëgjoi me vëmendje të vërtet. Jo ajo vëmendje me kokë të tundir dhe po e mërzitshme e bisedave sociale, por ajo vëmendje e mpreht, kur sytë e dikujt mbeten mbi ty, edhe kur heqen një moment sytë dhe i kthejnë, që tregon se mendja nuk ka lëvizur. Pra, je student dhe punon njëkohësisht. Çdo ditë? Pyeti ajo. Pothuajse, tha Andi dhe nguli vidhat e fundit. Nuk ka alternativë tjetër. E admiroj këtë, tha ajo, dhe nuk tingëlloj si kompliment i zakonshëm, tingëlloj si diçka e vërtet, e menduar, e ndjer. Andi ngriti kokën dhe e shikoi një moment. Ajo nuk shmang syt. Kishte në shikimin e saj diçka, jo ndjesmëri lajkate, jo mëshirë kondescendente, por respekt i thjesht dhe i sinqert, diçka si të shihej nga dikush që shumë njerëz të tjerë nuk e bënin. Gati, tha Andi dhe u çua duke fshirë duart në xhinset e tij. Goma e re ishte vendosur, makina mund të ecte. Julia shikoi bomën e vendosur, pastaj e shikoi atë. Sa të detirohem? Pyeti. Asgjë, shpejt tha Andi. Nuk ka nevojë. Por asgjë, ripërsëriti ai për pashpërsi, me qetësi, thjesht, si dikush i mësuar të jap pa ndjekur llogari. Ajo heshti një moment, pastaj tha, të paktën eja të pim diçka, kafja ime i takon. Andi shikoi orën, Massimo priste, por pastaj shikoi Julian, shikimin e saj të sinqert, të pa artificuar, dhe mendoi se 6 minuta vonë nuk do ta shkatronin asgjë. Mirë, tha. Kafja e fshatit Briko, e vetmja kafene e Brikos, quhej Bar Central, emër me shumë ambicie për një vend kaq të vogël, por i justifikuar në kuptim social. Ishte vërtet qendra e fshatit, vendi ku burrat e moshuar mblidhen mëngjesin herët dhe mbas dreke, ku shoferi i autobusit të fshatit pinte kafen e fundit para se të niste. Prona e vogël kishte dyert të hapura drejt rrugës dhe plakat e podesit të verdha nga viti, dhe pas banar kishte një burr të moshës 50 e diçka vjeçër, me flokë të bardhë lagap mbi brez, që njihte të gjithë njerëzit në fshat, dhe ku shikoi Julian, i buzëqeshi si ndaj dikujt të njohur, por jo me shumë afërsisht, me respektin e dhënë ndaj fëmijëve të njohura. Ata ulën në tavolinë pranë dritares. Julia porositi 2 cappuccino. Sheqeri dhe kanaçet e vogla me kafshimin e sheqerit vinin me to. Tradita e thjesht italiane e kafesë së mëngjesit. Jashtë dritares, kodrat e langes shtriheshin deri në horizont, të veshura me vreshtat e vonshëm të vjeshtës, gjethet e të cilave kishin marrë ngjyrat e flake, të kuqe, portokalli, të arta. Ishte peizazh sikur pikture, e qetë dhe e goditur nga dritat mëngjesit. Andi mbante kafen me duar dhe shikonte jashtë. Mendja e tij ishte duke llogaritur. Koha, rruga, Massimo, puna, por ishte edhe paksa e bllokuar nga diçka tjetër. Prania e vajzës pranë tij, që pinte kafen e saj ngadalë dhe shikonte edhe ajo jashtë, dhe ndonjëherë ju drejtonte pyetje të vogla, të qeta. Ke qenë më parë në Lange? Pyeti Julia. Jo, kisha parë nga larg, nuk kisha pasur kohë të vi. Është vendi më i bukur i Italisë, me atë bindje të qetë që kanë njerëzit kur flasin për vendin e lindjes, jo mburros, por pasioni thjesht. Andi e shikoi atë. Kishte diçka interesante në mënyrën se si ajo fliste, me fjalë të zgjedhura jo për të mbreslesur, por për të shprehur me saktësi atë që mendonte. Kishte studiuar letërsi apo filozofi? Jo, menaxhim biznesi, kishte thënë, por kishte një sensibilitet që kalonte kufite a disiplinave akademike. Ti je rritur këtu? Pyeti ai. Jo, kam lindur në Milano, por kemi ardhur çdo verë këtu, çdo Krishtlindje. Kjo shtëpi ka qenë gjithmonë shtëpia e vërtet, e familjes, e qetësisë. Heshti paksa. Edhe pse shtëpi është fjalë e komplikuar kur je i rritur midis 2 vendeve. Andi kuptoi atë ndjenjë më mirë se ndoshta e dinte ajo. Po, tha thjesht. Pastaj, si ndodh ndonjëherë mes njerëzish që sapo janë takuar, por kanë gjetur çuditërisht frymën e njëjtë, biseda u bë natyrale, e lehtë, si ujë që rrjedh poshtë shkallëve. Ata folën për studimet e tyre, Julia kishte shumë pyetje për inxhinierinë civile, kurioziteti vërtet për mënyrën se si projektohen urat dhe ndërtesat dhe rrugët, se si llogariten forcat dhe materialet. Andi shpjegoi me entuziazmin e dikujt që i do vërtet çfarë studion, duke bërë skica të vogla me gisht mbi tryezën e kafenes. Julia dëgjonte dhe pyeste. Nuk pretendonte të dinte gjëra që nuk i dinte. Kishte ato njerëz, veçanërisht ata me fonde, që kur takonin dikën nga sfond tjetër, mbuloheshin me një komoditet të rem, duke e trajtuar çdo gjë si të njohur dhe të kuptueshme.
Gjulia nuk ishte kështu. Pyeste, vinte re, mësonte. Kjo gjë, kjo thjeshtësi kurioziteti, goditi Andin pa ta pritur. Kur kafeja u mbarua, Gjulia nga dhënjeu me Andin se mund ta çonte deri tek shtëpia e punës. Ishte vetëm pak minuta me makinë dhe ishte rruga e saj po ashtu. Andi pranoi. Të humbësh 10 minuta kishte bërë humbas 25 dhe kjo nuk ndryshonte shumë. Brenda makinës, muzika larg e radiofonit italian mbulonte heshtje ndërmjet tyre. Nuk ishte heshtje e sikletshme, por ajo lloj heshtje e rehatshme midis dy njerëzvish që sapo kanë bërë fjalë të mjafta dhe ndjejnë se nuk duhet të mbushin çdo moment me zë. Kur makina ndaloi pranë kantierit, Andi zbriti dhe mori çantën e tij. "Mirë se erdhe", tha Gjulia. "Mirëbetja", tha ai. Pastaj nguroi. "Kujdesu", ajo buzëqeshi. Herën e parë me buzëqeshje të plot, jo atë gjysmë buzëqeshje të mëhershme. Kishte dhëmb të bardh dhe një gropës të vogël në faqen e majt kur buzëqeshte kështu. Dhe Andi e vuri re. Pa e planifikuar ta vënte re, thjesht vuri re, si vëren gjëra të caktuara pa vendosur t'i shikosh, për sy t'i shikojnë vet. Makina u largua. Andi e ndoqi me sy derisa u zhduk pas kthesës, pastaj ktheu syt tek kantieri ku Massimo po e priste me duart mbi ijet dhe atë buzëqeshje të shkarakteristike të tij. "Ki era quella?" "Kush ishte ajo?" pyeti Massimo. "Dikush që kishte nevojë për ndihmë", tha Andi thjesht dhe hapi çantën e tij. Por ndërkohë, brenda tij, diçka e vogël kishte filluar të ndizej, diçka si shkëndije e parë, si pasqyrimi i parë i flakës përpara se zjarri të marrë jetë. Mund të mendohet se historia do të mbaronte atje, një takim i rastit mes dy njerëzvish të ndryshëm, një ndihmë e dhënë me sinqeritet, një kafe e ndarë dhe pastaj rrugët e ndara. Kjo do të kishte qenë histori e mjaft për t'u treguar. Njëherë ndihmova dikë, ishte bukur dhe nuk e pash më. Por jeta nuk punon me ekonomi dhe simetri, jeta ka kthesa. Andi u kthye tak kantieri çdo fundjavë për 3 javë me radhë. Massimo kishte shumë punë, shtëpia ishte e madhe dhe kishte nevojë për shumë rinovim. Çatia, muri jashtëm, sistemet hidraulike, dysheme të reja. Çdo të shtunë dhe të diel, Andi ngjitej me autobusin e karë të mëngjesit drejt Brikojt dhe punonte deri pas dite vonë. Pastaj kthehej i lodhur, por me pak para më shumë në xhep. Nuk kishte menduar shumë për Gjulian, ose kështu i tregonte vetes. Ndonjëherë, ndërkohë që punonte dhe mendja jente, imazhi i asaj buzëqeshje me gropëzën e vogël kalonte shpejt dhe Andi e shtynte me njan si dikush shtyn një flet letre nga tavolina kur ka punë tjetër për të bërë. Por pastaj erdhi e shtuna e tretë. Ishte mesdita dhe Andi ishte duke pushuar nga puna, ulur mbi njërin nga gurët e mëdhenj të pranë kantierit dhe duke ngrënë sanduiçin që kishte bler nga furnari i Brikojt. Kur e pa, ishte duke ecur në rrugën kryesore të fshatit me shportën e markës në njërin anë dhe telefonin e ngulitur në anën tjetër, duke folur me dikë dhe ndjekur qiun me anë të syve. Kur ju afrua ndërtesës ku ishte kantieri, sepse rruga kalonte mu pranë saj, i ngrizi hapi për një sekond. Edhe Andi e pa, syri e kapi para se mendja të kishte vendosur ta shikoj. Gjulia e njohi një kohësisht, mbylli telefonin dhe hyri tutje. "Andi", zëri i saj kishte atë tonin e befasueshme të vërtet, nuk ishte teatrale, ishte e papritur me të vërtet. "Andi", edhe Andi u ngrit nga guri. Kishte ajo pauzën e zakonshme, ato disa sekonda, kur dy njerëz që janë takuar rastësisht dhe kanë pasur bisedë të mirë dhe nuk janë takuar pas, e gjejnë njëri tjetrin dhe vendosin se si do ta trajtojnë, si njohëzim ose si befasi, ose si diçka tjetër. Gjulia vendosi shpejt. Buzëqeshi, jo buzëqeshja protokollare sociale, por ajo buzëqeshje spontane me gropëzën e vogël. "Ti po punon ende këtu?" pyeti ajo duke parë kantierin. 3 javë dhe nuk të kam parë. Pastaj qeshi, një qeshje të lehtë, si dikush që gjen të çuditshme dhe të këndshme një kohësisht. "Shumë vogël", tha Andi dhe edhe ai qeshi paksa. Gjulia shikoi sanduiçin në dorën e tij. "Drek? Pushim dreke, 20 minuta." Ajo hezitoi. Ai e vuli re atë hezitim, atë sekund të vogël vendimi. Pastaj tha, "Kam bler shumë gjëra nga furra, buk, djath, domate, nuk ha dot vetëm, nëse do?" Andi nuk e la ta mbaronte fjalin. "Mirë,
tha. Ullën mbi murin nguri afër kantierit, jo tavolin, jo restorant, thjesht muri antik me radh guri të pabarabarta dhe ndan ushqimin. Giulia kishte sjell bukë ciabata me korë të trash krokante, djath parmigiano të vjetër, domate të kuqe kodrinore me aromë që nuk kishte asgjë të përbashkët me domatet e supermarketit dhe një kavanoz me ullinj të marinuare. Ishte dreke thjesht dhe e shishme, dhe ndërkohë që hanin, flisnin. Flisnin me lehtësinë e dy njerëzve që kanë kapërcyer fazën e hyrjes dhe tani janë diku në mes, jo akoma miq të ngushtë, por jo të huaj. Ajo i tregoi për Milanon, leksionet e lodhshme të menaxhimit, profesorët me ego të mëdha dhe njohuri të limituara, miqtë e saj të studimeve, shtëpinë e saj të vogël të marrë me qira pranë Universitetit Bocconi. Ai i tregoi për Torinën, laboratorët e natës, projektet e inxhinierisë, Luka dhe Karim dhe Maria, bari ku punonte të hënën e të mërkuran. E çuditshme ishte se sa natyrshëm rrjedhte biseda. Nuk ishte ato pauza të sikletshme, nuk ishte ato momente kur dikush lufton të gjejë diçka për të thënë. Ishte si dy vija uji që rrjedhin paralel dhe pastaj, natyrshëm, bashkohen. Kur mbaroi pushimi dhe Andi duhej të kthehej tek puna, Giulia tha: "A je këtu edhe fundjavën tjetër?" "Po," tha ai. "Ndoshta të takoj." Jo pyetje, jo ftesë formale, thjesht konstatimi mundësisë. "Ndoshta," tha edhe Andi. Por të dyve edhe pa e thënë, e dinin se ndoshta nuk ishte vërtet ndoshta. Fundjavët e Langes u bënë rituale. Jo çdo fundjavë, Giulia nuk ishte gjithmonë atje, kishte leksionet e saj në Milano dhe jeta e saj atje. Por her pas here, kur Andi punonte tek kantieri dhe Giulia kishte ardhur të kalonte fundjavën te shtëpia e familjes, takoheshin. Ndonjëherë rastësisht, në rrugën kryesore, në kafenen e fshatit, ndonjëherë pak më shumë se rastësisht, ata i dinin oraret e njëri tjetrit dhe ndodhte që të dy dërgoheshin drejt të njëjtit vend në kohë të njëjtë. Pas punës, ndonjëherë ecnin bashkë nëpër rrugët e fshatit ose nëpër shtigjet mes vreshtave. Giulia i njihte këto shtigje si dikush njeh rrugën për në shtëpi, me sy të mbyllur, me çdo kthes të memorizuar. Andi i ndiqte dhe e dëgjonte ndërsa ajo i tregonte historitë e vendit. Ishte ajo e veçanta e Giulias. Dinte historitë, dinte emrin e çdo fshatari të rëndësishëm, legjendën e çdo ndërtese të vjetër, historinë e vreshtit të kësaj familjeje apo asaj. Pse kjo kishte kulmin e lartë dhe jo atë? Kishte dëgjuar të gjitha këto nga gjyshi e saj, njeriu që kishte ndërtuar pronën e familjes me duart e veta dekada më parë, i cili ishte njeriu që di gjithçka në fshatin e di. "Gjyshi yt ishte nga këtu?" pyeti Andi, një ditë ndërkohë që ecnin në përshtigjet mes vreshtave në perëndim të diellit. "Po, ndërtoi gjithçka. Ai ishte ai që bëri paratë e para të familjes, jo trashëgima, jo fat, vet. Pauzë. Babai tim vazhdoi, e shumë fishoi, por themelin e hodhi gjyshi." Andi dëgjoi me kujdes. "Babait çfarë bën?" Giulia hezitoi. Ai e vuri re atë hezitim, atë sekond të vogël vendimi. Pastaj tha: "Biznese të ndryshme, ndërtim, financa, imobiliare." Pastaj, sikur duke vendosur të ishte e qartë, "Është njëri i madh biznesi, shumë i madh." Andi aknoloi informacionin pa e bërë spektakol. "E kupton se ke studiuar menaxhim biznesi atëre?" Giulia qeshi pak, e prerë, e rezervuar. "Pjesërisht, edhe pse më intereson vërtet, por po, babai pret shumë." "Pret çfarë?" Ajo heshtiu për pak. "Pret që ta vazhdoj, bizneset, familjen, traditën." Pastaj ktheu kokën drejt tij. "Ti çfarë pret nga vetja?" Andi mendoi sinqerisht. Të ndërtoj diçka të vërtet, ndërtesë, rrugë, diçka që qëndron, diçka fizike, me duar, dhe ta kthej pak nga ajo që kanë bërë prindrit e mi. Giulia e shikoi me atë shikimin e saj të mprehtë dhe të qetë. "Ke njerëz të mirë pas." "Të gjithë kanë njerëz të mirë pas, ndonjëherë çdo që nuk e shohin." Javët kaluan dhe ata filluan të komunikojnë edhe jashtë Lange. Numrat e telefonit ishin shkëmbyer herët. Praktikisht, Giulia kishte thënë se donte ta dinte si ta kontaktonte nëse kishte nevojë për ndihmë sërish me makinën. Por numrat shërbyen shpejt për diçka tjetër, mesazhe. Filluan me gjëra të vogla. Giulia dërgonte foto të pamjeve nga kodrat e Langes me koment të shkurtër. Andi dërgonte foto nga kantieri kur ndodhte diçka interesante apo qeshahake. Pastaj u bën të gjata. Pastaj u bën thirrje telefonike her pas here, natën vonë kur të dy ishin kthyer në qytetet e tyre. Ishte diçka e veçantë tek thirrjet e natës.
Gjatë ditës jeta ishte e mbushur, leksionet, puna, njerëzit, detyrimet, por natën kur qyteti kishte zbehur zurmën e tij dhe të dy ishin mbyllur secili në dhomën e tyre, ata flisnin ndryshe, me më shumë sinqeritet, me më shumë thellësi. Andi i tregoi Julias për ditët kur ndjehej i humbur, kur ish kolegu italian i kishte thënë gjëra mizore, kur ndjente sikur sa do punonte nuk mjaftonte, kur shihte bashkëmoshatarët e tij italian me familjet e tyre mirëqënse dhe ndjente atë ndarje të padukshme mes botëve. Nuk i tregoi me mëri, i tregoi si fakte të jetës, me atë qetësi të dikujt që ka pranuar kushtet e lojës dhe vendos t'i luajë mirë çfarëdo qofshin. Julia i tregoi atij diçka tjetër, diçka që nuk i tregonte shumë njerëzve. I tregoi se ndjehej gjithmonë nën presion të palëkundur, se babai e shikonte si projektim të ambicjeve të tij, jo si njeri autonom, se çdo vendim i saj, nga karriera tek rrobat tek miqt, kalonte nën filtrin e asaj çfarë duhej të ishte sipas familjes Ferraro. Se ndonjëherë rinte çlodhur plotësisht natën dhe pyeste veten nëse ajo që dëshironte dhe ajo çfarë pritej të dëshironte ishin dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Andi dëgjoi me kujdes të vërtet. Pastaj tha, cilën prej të dyjave do ti? Heshtja e gjatë. Nuk e di ende, tha Julia, por kjo pyetje nuk më kalon të qetë qysh kurua bëre. Pas kësaj, diçka ndryshoi, edhe pa e shprehur me fjalë, edhe pa asnjë deklarat formale apo moment dramatik, midis tyre kishte filluar diçka. Ata e ndjenin të dyve, edhe pse asnjëri nuk kishte guxim ta thoshte. Ishte si pritja e shiut kur rret janë grumbulluar dhe ajri ka ndryshuar aromë dhe gjithçka pret, dhe pret, dhe pret. Takimi i radhës ndodhi jo në Lange, por në Torino. Julia kishte ardhur për një konferencë studentore dhe kishte dërguar mesazh. Andi ishte i lirë pas ditën e asaj të shtune, rastësisht. Mirë, ndonjëherë rreshtohen rrethanat. Takoheshin pranë moles Antonelliana, kullës simbol të Torinos, dhe shëtitën. Pastaj hanë në një restorant të vogël pranë lumit po, jo restorant elegant, por të zakonshëm, me tavolina të mbuluara me letër dhe kamarier të moshuar që thriste të gjithë amiko. Gjatë darkës, pa e planifikuar, Andi ngriti dorën dhe i preku faqen e Julias, jo si gjest romantik i studiuar, por si refleksi kujdesit, sepse ajo kishte diçka të vogël në faqen nga supa. Pastaj, kur e njohi se çfarë kishte bërë, u tërhoq. Por Julia nuk u tërhoq. E mbajti dorën e tij me dorën e saj, ngadalë, natyrshën, dhe heshti. Nuk u than asgjë, nuk u deshën fjalë. Ajo që filloi si shkëndi u bë flak gjatë muajve të ardhshëm. Andi dhe Julia nuk e shpallën marrëdhënien e tyre me drama apo me shpallje publike. Ajo lloj ndjenje e re të tillë dukej se e tepërt. Ajo zhvilloheshte qetë, si bima që rritet, pa zhurmë, por me forcë. Takoheshin kur mundnin, ndonjëherë Julia vinte në Torino, ndonjëherë Andi merrte trenin për në Milano. Ishin takime të kursyera, të blera me kohë dhe para, që asnjëri prej tyre nuk i kishte me bollak, por që i vlerësonin pikërisht prandaj. Çdo orë kaluar bashk kishte peshën e diçkaje të fituar, jo të dhënë. Julia e prezantoi Andin me miqtë e saj të Milanos, Federica, Beatrice, Lorenzo, njerëz të mirë, student të pasur ose të mirëqen, me rroba të mira dhe prindër të famshëm, të cilët e pritën Andin me kuriozitet dhe me pak rezervë të maskuar mirëpisht. Andi i lexoi ato, e kishte aftësinë, por nuk ju hut masave tyre. Qëndroi me vetja, i qetë, inteligjent, me humor të thatë dhe me atë lloj sigurie të brendshme që është shumë e tërheqëse pikërisht sepse nuk kërkon aprovim. Pas takimit, Federica i kishte thënë Julias privatisht, "E diverso, është ndryshe, jo negativ, vërejtje", por kishte diçka pas asaj ndryshe që Julia e kuptoi, ndryshe nga ata me të cilët ato prisnin ta shihte. Julia nuk e tregoi këtë Andin menjëherë. Andi, nga ana tij, e mblodhi Lukan për kafe dhe i tregoi shkurt. Luka, i cili kishte kaluar 5 vite të pas shikonte Andin të punonte si dy njerëz dhe të çlodhej pothuajse kurrë, e shikoi me sytë gjysmë të hapur dhe tha, "Më në fund, nuk është ajo çfarë mendon", tha Andi. "Edhe 100 euro ke bet se është ajo çfarë mendon", tha Luka. Andi nuk dha bet, sepse e dinte se do të humbiste. Ata kaluan fundjava të tëra bashk kur mundnin. Ecnin në përqytete, shkonin në kinema, gatuanin bashk kur kishin kuzhinë. Andi ishte bërë mjaft i mirë kuzhinier, kishte mësuar nga Karim,
Dhe Julia filloi të mësonte nga ai disa gjella shqiptare, të cilat I gjenin të çuditshme dhe të shijshme. Byrek me gjajt, tav kosi, trileçe. Julia I shijonte me entuziazëm të dikujt që zbulon botra të reja nëpërmjet shijes. Por midis të gjitha kësaj bukurie, kishte gjëra që Andi nuk I dinte akoma, dhe kur I mësoi, gjithçka ndryshoi. Ishte një të shtunë mëngjes kur Julia e thirri. Zëri I saj kishte diçka, jo panike, por tension të mbajtur, si dikush që flet me kujdes sepse ka njerëz pranë dhe nuk do të dëgjohet. Jam ende në lange, tha Julia. Ka ardhur babai. A është diçka keq? Pyeti Andi. Pauz. Jo, ai ka ardhur me të gjithë, me klient të rëndësishëm, me bashkëpunëtor. Organizoi fundjavë këtu. Nuk e kisha ditur. Heshti pak. Doja të thosha. Mirë, kalo mirë. Andi, filloi dhe ndali. Çfarë? Babai im nuk di për ty. Tani zëri I saj kishte diçka tjetër, diçka si shpjegimi I mbajtur shumë kohë. Unë nuk I kam treguar, jo sepse fsheh, por sepse me baban tim gjërat janë të komplikuara. Ai ka mendime shumë të caktuara për gjithçka. Andi uli zërin. Çfarë lloj mendimesh? Julia mori frym. Ai ka planifikuar gjithë jetën time, disi. Jo keqësisht, ai mendon se po bën mirë, por ka plan për të gjithë gjërat, karrierën time, marrëdhëniet e mia, gjithçka, dhe njerëzit me të cilët unë duhet jem, sipas planit të tij, hezitoi shumë. Janë tip tjetër njeriu. Andi dëgjoi, e kuptoi çfarë po thoshte, jo me inat, jo me turp, por me klaritet. Tip njeriu si unë, do të thot? Heshtje. Julia? Po, tha ajo. Zëri I saj ishte I qetë, por kishte diçka prapa saj, diçka si dhimbje dhe vendosmëri të bashkuara. Ai do dikën nga rrethana të ngjashme, familje, fonde, lidhje, nuk është keq si njeri babai, është njeri kompleks, por ka kode shumë të forta. Andi qëndroi I heshtur pak. E di se çfarë po të thot, tha Julia, e di se t'ingëllon keq kur ta them kështu, por doja t'ishe I informuar. E çmoj sinqeritetin, tha Andi, dhe e çmonte vërtet, edhe pse brenda tij diçka kishte ngushtuar, si brez I shtrënguar. Pyetja ime është, çfarë do ti? Pauzë gjatë. Ty, tha Julia, ajo fjalë thjesht, kaq e shkurtër, kaq e pa komplikuar, rambi zemrën e Andit si gur I fejdur në ujë të qetë dhe krijoi rrath që nuk shkuan kurrë plotësisht. Emri I plot I babait të Julias ishte Roberto Ferraro, dhe kur Andi filloi ta kërkonte, jo prej spionimi, por sepse donte të dinte me kë kishte të bënte, mësimet ishin të fuqishme. Roberto Ferraro ishte një nga emrat e mëdhenj të botës italiane të ndërtimit dhe financave. Kompania e tij, Ferraro Group, operonte në shumë sektor: imobiliare luksoze, ndërtim infrastrukture, investime financiare, prona bujqësore. Kishte filluar si bir I gjyshit që Julia kishte folur. I kishte marrë biznesin modest dhe I kishte shtrëndruar në perandori gjatë 25 vjetëve të punës intensive dhe vendimeve të guximshme. Kishte portofolin e pronave të shpërtyera në 3 vende, kishte kontakte politike, kishte pozicion shoqëror të palëkundur. Kishte edhe reputacion, njeriu I plot, I disiplinuar, I pamëshirshëm me dobësinë, ashtu e quanin punojësit dhe konkurrentët. Nuk ishte I njeri I keq në kuptimin vulgar të fjalës, nuk ishte I korruptuar, nuk ishte brutal, por kishte atë lloj sertësie racional që e bën njeriu efektiv dhe biznes dhe të ftohtë në relacione personale. Çdo gjë e kalonte nëpër filtrin kush fiton, kush humbet, çfarë vlen. Kur Andi mori vesh të gjitha këto, duke lexuar artikuj biznesi, intervista, faqen e kompanisë, ai qëndroi ulur dhe mendoi. Nuk ndjeu frikë, nuk ndjeu as inferioritet të thjesht, por ndjeu realitetin e situatës me gjithë peshën e saj. Ky nuk ishte babai I zakonshëm me paragjykimet e zakonshme. Ky ishte njeri I cili kishte ndërtuar një botë të tërë sipas rregullave të tij dhe nuk kishte arsye ta ndryshonte vetëm sepse vajza e tij kishte takuar rastësisht një djalë shqiptar student në një rrugë kodrinore. Ai dërgoi mesazh Julias: "I kam lexuar disa gjëra për baban tënd." Ajo ju përgjigj me njëherë, dhe kuptoj situatën më mirë, kjo nuk ndryshon asgjë për mua, thjesht dua ta kuptoj terrenin. Ti nuk këndon, tha Julia. Nuk po këndoj, po mendoj.
Muaj kaluan, Andi dhe Giulia vazhdonin, me kujdes, me ndjesi, duke ndërtuar diçka me durim dhe vëmendje të madhe. Ishin të vetëdijshëm të dyve çfarë mund të vinte, por zgjodhen të fokusoheshin tek çfarë kishin tani. Pastaj Giulia e ftoi të takonte miqtë e saj të ngushtë në Milano, jo Roberto Ferraros, jo familjen, por miqtë e saj. Ishte hap, Andi e kuptoi si hap. Takimi u organizua në apartamentin e madh të Federikas pranë Naviglit, ato kanalet e vjetra të Milanos, ku baret dhe restorantet varginin buzë dhe njerëzit mblidheshin pasdite në pranverën e ershme. Apartamenti ishte i pasur, dyshe me parket, mobilje designer, art modern në përmure, dhe kur Andi hyri, e ndjeu menjëherë ndrysheshmërinë e botëve. Jo me inferioritet, por me observim. Vuri re rrobat, gjestet, mënyrën e të folurit, referencat kulturore, emrat e restoranteve dhe vendeve të pushimit që hidheshin lirshëm si të njohura. Ishte botë tjetër, me kodet të tij. Ai lexoi dhe vendosi të ishte vetvetja, jo duke imituar as duke rebeluar, por duke ekzistuar qetësisht brenda asaj ambienti si vet. Miqtë e Giulias, Federica, Lorenzo, Beatrice, disa të tjerë, ishin mirësjelljes. Generaliteti italian i shtyr nga kurioziteti. Pyesnin çfarë studionin, çfarë punë bënin, nga ishin. Andi u përgjigj me qartësi dhe humor të lehtë, dhe Lorenzo, një djalë nga Gjenova me mendje analitike, e kapi shpejt dhe filluan bisedë të gjatë për inxhinieri dhe arkitekturë. Por Federica kishte qëndruar vëzhguese. E kishte analizuar Andin si dikush analizon një investim, jo me keqdashje, por me atë vlerësim pragmatik të dikujt i cili beson se Giulia meriton të kenë gjithçka, dhe nuk ishte e sigurt se gjithçka mund ta jepte ky djalë. Pas darkës, kur Andi doli një moment, Federica kishte thënë Giulias: "Ti e di çfarë got thot babai yt apo jo?" "E di," tha Giulia. Toni i saj ishte i qetë dhe i prerë. Dhe nuk jam prone babait tim," tha Giulia. Ishte hera e parë që Andi e dëgjoi, nga goja Giulias më vonë, atë formulim. Nuk jam pronë. Kishte vendosmëri prapasaj, që tregonte se ato fjalë nuk ishin thënë për herë të parë. Andi e takoi Roberto Ferraun rastësisht, ose gjysmë rastësisht. Ishte gjatë njërit nga takimet e tyre në Lange. Giulia e kishte ftuar të vinte të shtunën, babai kishte thënë se do të kthehej të dielën, kështu që të shtunën do të kishin kohë. Por Roberto Ferraro ndryshoi planet e tij. Ashtu si zakonisht, sipas Giulias, ai ndryshonte planet kur i dukej e arsyeshme, pa njoftuar askënd. Erdhi të shtunën pasdite. Andi ishte ulur me Giulian mbi terasën e shtëpisë, pikonin lengje frutësh dhe shikonin perëndimin e diellit mbi kodrat, kur dëgjuan zërin e makinës. Giulia u ngurtësua menjëherë. Andi e vuri re. "Babai," tha ajo me zë të ulët. Makina, Mercedes zez modeli i ri, ndaloi në obor. Doli shoferi i parë, pastaj Roberto Ferraro. Ishte njëri i gjatë dhe i drejtë, me flokë të grisët të mbajtura me precizion, me kostum gri kaltër të qepur sipërmases, me syzet e lehta të kuadrat mbi sytë e kafët të errët. Ecte me atë hap të ngadalt dhe të qëllimshëm të dikujt, i cili nuk ngutet kurrë, sepse bota e pret. Kur ngriti syt dhe pa dy njerëz mbi teras, hapi pati hezitim të vogël, dhe pastaj ai hezitim u fshi. "Giulia." Zëri i tij ishte i thellë, kontrolluar, bëri hap drejt shkallëve. "Baba." Giulia u ngrit, e priti duke i dhënë puthje në faqe, rituali familjes. "Ke ardhur sot." Ndryshova planin. Sytë e tij kishte kaluar tek Andi, jo me armiqësi të hapur, por me atë shikimin e vlerësimit të shpejt që bëjnë njerëz si ai kur takonin dikë të panjohur pranë familjes. "Ky është Andi," tha Giulia. Zëri i saj ishte i qetë, por kishte diçka prapa qetësisë, si këmbëlëngjes shikimit të syrimit. "Mik i mirë, student inxhinierie në Torino." Andi u çua dhe shtriu dorën. "Roberto," pastaj korrigjoi. "Senjor Ferraro, gëzohem t'ju takoj." Roberto ja shtriu dorën, fort, me atë wek handshake të mashkullit që mat. Shikimi i tij kaloi mbi Andin pa treguar asgjë. "Shqiptar?" pyeti. Direkt, pa hyrje. "Po," tha Andi, thjesht, pa justifikim. Roberto ngriti kokën pak, jo miratim, thjesht konstatim.
Hyjmë brënda, tha pastaj Gjulias, si dikush që e ka mbyllur njërin tem dhe ka hapur tjetrin. Gjulia I hoqi syt nga Andi, me atë shikimin e shkurtër që thoshte, më fal dhe mos u shqetëso një kohës, dhe ndoqi babain. Andi qëndroi në terras, shikoi perëndimin e diellit mbi kodrat dhe ndjeu qartë se çfarë kishte ndodhur. Jo refuzim, jo fjalë të ashpra, por ajo gjë shumë herë më e vështirë e gjend Andi të një gruaje, gjend dikujt që e kishte lexuar situatën dhe vendosur se si do ta trajtonte, pa diskutim. Brenda shtëpis, Roberto Ferraro qëndroi ulur në karrigen e madhe të domës së ndenjës, karrigja ku gjithmonë ulej ai kur ishte në lange, karrigja që fëmijërisht Gjulia e kishte quajtur Fronin, sepse babai I saj ulur atje kishte diçka të monarkut. Kush është ai? Pyeti. Gjulia ul përballë. Andi. E takova rastësisht muaj më parë. Ishte shumë mirë, ndihmon me projektet e tij. Gjulia. Toni I tij ishte aty ngarkesën e veçantë që babai I kishte ndaj saj, jo zemrim, por gjykim. Mos më fol mua si me kliente. Kush është? Pauz. Është dikush me të cilin jam. Qartë, pas butje. Roberto Ferraro hoqi syzet dhe I vendosi mbi tavojinën anash me precizion. Kur u bë kjo? Ka disa muaj. Dhe nuk mu tregua. Jo, nuk sepse e mfshehja, por sepse dija si do reagonit dhe doja kohë për as të diskutonim. Si reagoni? Zëri I tij ishte I rregullt. Kjo ishte shenja e rrezikut. Kur Roberto Ferraro bëhej shumë I rregullt, kishte vendosur diçka. Ashtu siç po reagoni, me atë ftohtësi. Kam vetëm një vajzë, dhe kjo vajzë ka një ardhme shumë të qartë, karrierë, lidhje sociale, mundësi, gjëra që janë ndërtuar me kujdes. Unë nuk... Baba, Gjulia qëndroi drejt. Ai është njeri I mirë, inteligjent, I punueshëm, me vlera. Kjo nuk ka lidhje me parata apo me mbjenrin. Ka lidhje, tha Roberto me qetësi. Nuk kjo që dëshiron ti të dëgjosh, por ka lidhje. Bota punon me lidhje, me kontekste, me rrethana. Ky djalë, sado I mirë dhe inteligjent qoftë, nuk është nga bota jote. Ndoshta bota ime është shumë e ngushtë, tha Gjulia. Roberto Ferraro heshti. Pastaj, ku ka studiuar? Çfarë bën familja e tij? Gjulia ja tregoi. Baban elektricistin, nënën mësuesen, universitetin me bursë, punët e shumta. Roberto dëgjoi pa shprehje. Njëri I respektueshëm, tha pastaj, dhe mënyrën si e tha fjalën I respektueshëm kishte vlerësim të vërtet, por vlerësim nga larg, si vlerëson dikush diçka të mirë, por të papajtueshme. Por nuk është kandidati. Kandidati, Gjulia ngriti zërin pak. Baba, nuk jam kontrat biznesi. Nuk po them kështu, po thoni saktësisht kështu. Heshtje. Roberto Ferraro shikoi vajzën e tij, 21 vjeçe, me sytë e nënës dhe qerkilin e tij, me atë kombinim të vullnetit që e kishte bërë atë si njeri dhe ndjenjës së nënës, dhe ndjeu diçka komplekse, diçka që njerëzit si ai e kanë të vështirë ta shprehin, dashurinë ndaj vajzës, frikë se mos ajo bënte gabime që do t'i kushtonte. Por Roberto Ferraro shprehte ato ndjenja sipas stilit të tij, me kontroll. Ne do të flasim sërish, tha ai, duke marrë syzet dhe duke u quar. Mos nxito vendime, ke kohë. Mbrëmja e asaj dite kaloi me tendosje të heshtur. Andi hëngri darkë me familjen Ferraro. Roberto kishte insistuar, me atër urbanitet të ftohtë të dikujt që dinte rregullat e mikpritjes, edhe kur nuk donte. Dhe ata kaluan 2 orë rreth tryezës ku flitej për ekonomi, tregun imobiliar, lajme nga Milani dhe rrallëherë për gjëra personale. Roberto Ferraro e pyeti Andin 2 herë gjatë darkës, pyetje të sakta, teknike. Njëra për metodat e ndërtimit të strukturave betonarme, tjetra për llogaritjet sismike. Andi u përgjigj me saktësi dhe pa hezitim, jo duke u mburur, por duke u përgjigjur pyetjeve ashtu siç kuptonte ato. Roberto dëgjoi pa komentuar. Pas darke, kur Andi po largohej, kiste autobus të fundit drejt Torinos, Gjulia e përcolli deri tek porta. Natën e fshatit kishte ra e ftohtë dhe qielli ishte plot me yje. Si ju duk? Pyeti Gjulia me zë të ulët.
njeri i fort, inteligjent, di çfarë dëshiron. Po, dhe çfarë dëshiron është kontrollin. Ajo hezitoi. Andi, dua të dish se unë nuk kam ndryshuar mendim. Çfarë do të thot ai? Andi e shikoi. Ato syt kafet e errta në dritat e dobta të oborrit, me ato reflekse ari kur i binte ndonjë dritë. E di, tha, por gjithashtu e di se kjo nuk do t'jetë e lehtë. E di edhe unë. Dhe je e gatshme? Pauzë. Giulia mori frymë thellë. Po. Andi i preku fytyrën lehtë, me dorën e tij të kaluar nga puna, me atë gjishtrin që i kishin bërë punë të rënda dhe studime të vona, me atë prekje të butë dhe krenare njëkohësisht. Mirë, tha, atëherë edhe unë. Autobusi e mori Andin në natë, dhe ndërkohë që qyteti i vogël largohi pas dritares, ai mendoi. Lufta kishte filluar, jo me armë, jo me fjalë të ashpra, por kishte filluar, dhe ai kishte vendosur të bënte veten e vet gati. Andi u tregua në Torino me një vendosmëri të re. Nuk ishte naivitet. Ai nuk mendonte se dashuria mjaftonte, apo se gjërat do të rregulloheshin vetvetjo me kohë. Kishte lexuar Roberto Ferraro dhe e kishte kuptuar. Ky lloj njeriu nuk ndryshohet me ndjenja, ndryshohej me fakte, me prova, me rezultate. Kjo do të thotë se Andi duhet të bëhej dikush që justifikonte antarësimin, jo se duhet i provonte Roberto Ferraro si person, as Giulias si miku apo i dashuruari, por duhet i provonte vetes dhe botës se rruga e tij kishte drejtim, se nuk ishte thjesht i huaj i mirë me zemër të mirë, por pa të ardhme. Filloi të punoj edhe më shumë, edhe me më shumë fokusin. Studimet i mori me seriozitet të dyfisht, jo vetëm të mbaronte, por të shkëlqente. Profesori kryesori i inxhinierisë, profesori Marketi, e kishte vënë re ndryshimin dhe e kishte ftuar Andin në zyrën e tij një pasdite. Ishte njeri i moshës 60 vjeçar, me flokë të bardhë dhe duar që kishin mbajtur vizatime dhe kalkulator për gjysmë shekulli, me atë qetësi të veçantë të njerëzve që kanë kaluar mjaftueshëm kohë duke menduar që nuk nxitohen më kurrë. Ke ndryshuar, tha profesori Marketi, duke shikuar rezultatet e fundit të Andit. Keni qenë mirë edhe më parë, tani jeni diçka tjetër. Ka ndodhur diçka? Pyeti profesori, jo me ngacmim, me kurjeshtërinë e thjesht të dikujt që ka parë shumë student dhe di se ndryshimet e mëdha kanë zakonisht arsye të mëdha. Andi mendoi si t'i përgjigjet. Ka ndodhur dikush, tha pastaj. Profesori Marketi qeshi, jo e madhe, por e vërtet. Zakonisht kur ndodh dikush, studentët bëhen të shpërqendruar, ti u bëri fokusuar, kjo tregon karakter, apo tregon se ajo ka prindër të komplikuar, tha Andi, dhe edhe profesori qeshi sërish. Por në atë humorin e lehtë, ishte e vërteta, Andi e kishte kthyer dashurinë në karburant. Çdo orë studimi ishte drejt diçkaje, çdo projekt i dorëzuar me cilësi kishte pesh, çdo vlerësim i mirë ishte gur tjetër i vendosur mbi themelin që po ndërtonte. Gjatë kësaj kohe, Giulia dhe ai komunikonin çdo ditë, mesazhe të gjata gjatë ditës, thirrje natën. Marrëdhënia e tyre kishte thelluar me mënyrën se si thellohen gjërat kur kalojnë nën presion, ose thyen ose bëhen çelik. Etyrja po bëhej çelik, por Roberto Ferraro nuk kishte hequr dorë. Roberto Ferraro ishte njeri strategjik, nuk bënte gjëra me nxitim dhe nuk shprehej publikisht kur mund të vepronte me qetësi. Pas takimit të parë me Andin, ai kishte tërhequr informacion, jo me metodat dramatike të filmave, por me mënyrën e thjeshtë dhe efektive të biznesmenëve. Pyeste njerëzit e duhur, pyetjet e duhura. Deri në fund të muajit, Roberto Ferraro dinte gjithçka rreth Andit, universiteti, rezultatet, punët, fshati i origjinës, familja, historia. Nuk ishte e fshehur asnjë prej tyre, ishte jeta e një studenti të zakonshëm, transparente dhe pa sekrete. Roberto kishte parë gjithçka dhe kishte bërë llogaritjen e tij. Djalë inteligjent? Po. I punueshëm? Po. Me integritet? Ndoshta, por pa fonde, pa rjet, pa emër. Dhe kjo, sipas llogaritjeve të Roberto Ferraros, e bënte të papajtueshëm me ardhmërinë e vajzës së tij. Por Roberto nuk i kishte thënë kurrë Giulias ndaj prej tij. Ai e dinte vajzën e tij shumë mirë për të bërë atë gabim. Giulia ishte e tija për nga Çirkeli, dhe kur e shtyn drejt për drejt, shtytesh prapa dyfishin. Kështu Roberto zgjodhi taktikat indirekte. Filloi të organizonte evente familjare të shpeshta, darkë në Milano, fundjava të gjata në Lanhe,
udhëtime biznesi, ku do t'ishte mirë nëse Giulia vinte. Çdo event kishte të ftuar të veçantë, biznesmen të rinj, jurist të suksesshëm, djem nga familje të njohura, të gjithë të bukur dhe mirë pajisur dhe nga bota e duhur. Nuk i prezantonte kur si kandidat, ishte shumë inteligjent për kaq, thjesht i kishte atje, thjesht krijonim kushtet, thjesht lënte naturalitetin të bënte punën. Giulia i shikonte lëvizjet e babait dhe i raportonte Andit me një miks inati dhe trishtimi. Ka ardhur sot njëri nga familja Ricci, avokat. Babai i ra shumë mirë me të. Si ishte ai? Pyeti Andi. I mërzitshëm, tha Giulia. Fliste vetëm për veten. Andi qeshi paksa, por brenda tij ndjeu atë ndjenjën e shtrëngimit, jo xhelozia zakonshme, por ajo ndjenjë e dikujt i cili sheh rrethana duke u rreshtuar kundër tij dhe nuk mund t'i ndryshojë me forcë, vetëm me kohë dhe rezultate. Nëna e Giulias, quaj Elena, ishte grua e qetë dhe e butë, me flok të artë të zbehtë dhe sytë e Giulias, ato sy kafe të errët me thelësi. Kishte ardhur nga familje të mirë, kishte studiuar art, kishte jetuar gjithë jetën brenda orbitës e Roberto Ferraros, pa e shuar thjeshtësinë natyrore a saj. Giulia i afroheshe shumë me nënën. Elena e kuptonte Giulian me mënyra se si Roberto nuk munde ose nuk donte. Kur Giulia i tregoi për Andin, jo vetëm si fakt, por me gjithë ndjenjat dhe shpresat dhe frikrat, Elena dëgjoi me qetësi të plot. E takon kur mundesh? Pyeti Elena. Po, çdo herë që mundet. Dhe do? Giulia hezitoi, jo sepse nuk dinte, por sepse ishte hera e parë që askush e kishte pyetur drejt për drejt me atë fjalë. Po, tha pastaj, mendoj se po. Elena qeshi lehtë. Kur mendon se po, zakonisht po. Por babai yt është njëri kompleks. Të do shumë, kjo është e vërteta, por ka frikë. Kur Roberto Ferraro ka frikë, bëhet rigjid, ngurtësohet. Hezitoi, kam parë këtë shumë herë. Çfarë mund të bëj? Elena mendoi. Mos e provo me debate, babai yt nuk ndryshohet me argumente, ndryshohet me kohë dhe me fakte. Lejoj kohën dhe lejo Andin të tregoj kush është. Ka kohë, tha Giulia me pak trishtim. Ka gjithmonë kohë, tha Elena. Pyetja është nëse ke durim. Giulia mori frym. Po mëso. Elena e shikoi dhe ndjeu diçka. Ajo njohtimi i nënave për fëmijët e tyre, kur shohin diçka të rëndësishme të ndodhur. Vajza e saj kishte ndryshuar, jo me dram, por thellë. Kishte diçka të qëndruar tek ajo tani, diçka si sforcë e qetë, dhe Elena diti, me atë intuitën e heshtur të grave që kanë jetuar, se ky ndryshim kishte emër dhe ai emër ishte Andi. Me gjithë qëndrueshmërinë e jashtme, Andi kishte momentet e tij të dyshimit. Ishin zakonisht natën, kur qyteti ishte i heshtur dhe ai ishte i vetëm me mendimet e tij dhe me libra të hapur mbi tryez. Mendonte situatën me realitetin e ashpër të dikujt, i cili ka mësuar të mos idealizojë. Çfarë mund t'i ofronte ai Giulias vërtet? Jo tani ishte qartë, dashuria nuk llogaritej me para, por pas 10-15 vjetësh, Giulia do të trashëgonte perandorin Ferraro, pronat, kompanjit, rjetin, do të më lëvizte me zbotëve të mëdha, do të merrte vendime milionçe, do të ishte emri i njohur. Dhe ai, edhe nëse bëhej inxhinier i mirë, edhe nëse punonte shumë e arrinte shumë, do të ishte gjithmonë pak pas asaj bote. Gjithmonë duke u përshtatur, gjithmonë i shoqi i Giulias Ferraro. A do ta bënte ai lumtur atë? A do t'ishte e mjaftueshme? Pastaj, kur mendimi shkonte deri atje, ndofte diçka e çuditshme. I kujtohej zëri i Giulias nga biseda e fundit, i qeshuri i saj i vërtet, ai të qeshur të holl kur ai thoshte diçka qesharake, ose mënyra si i tregonte gjëra pa filtr, me besimin e plot, ose si qëndronte heshtja e rehatshme prandi kur nuk kishte asgjë për të thënë. Dhe kuptonte se ato gjëra nuk llogariteshin me para, llogariteshin me vëmendje, me praninë, me autenticitetin. Dhe këto i kishte. Luka e gjeti një natë tek tavolina me kafen e ftohtë dhe librin e hapur të palexuar. Kuptoj gjendjen, tha Luka duke hyrë dhe duke vënë dorën mbi supet e tij. Por dëgjo, nuk di njëri tjetër që punon si ti, që studion si ti, që ka zemrën si ti. Nëse ky baba nuk e sheh dot këtë, problemi është tek ai, jo tek ti. Nuk është aq i thjeshtë, tha Andi. Kur nuk është i thjeshtë, tha Luka. Por thjeshtësia është e vetmja gjë që ka mbetur kur heq të gjitha komplikimet, dhe e thjeshta është, a e do ajo ty? Po. A e do ti atë? Po. Atëherë bëj punën tënde. Gjithçka tjetër zgjidhet apo nuk zgjidhet, por pavarësisht ti do të bësh punën tënde.
Andi shikoi miqun e tij, atë djalë napolitan me humor të madh e zemër edhe më të madhe, dhe ndjeu mirënjohje të thellë. Pastaj, hapi librin dhe vazhdoi të lexonte. Erdhi një periudhë vështirë. Roberto Ferraro shtoi presionin gradualisht, jo me fjalë të ashpra, por me atë strategji subtile të njerëzve të fuqishëm. Bëri Julian shumë të zënë. Propozoi që Giulia të bënte praktik 6 mujore brenda Ferraro Group, Milano, pastaj Roma, pastaj ndoshta Paris. Ishte mundësi e jashtëzakonshme e vërtet, kush do të refuzonte. Por gjithashtu, praktikisht, do të thotë se Giulia do t'ishte e zënë 6 ditë në javë, do të lëvizte ndërmjet qyteteve, do të kishte shumë pak kohë dhe energji për çdo gjë tjetër. Giulia i pregoi Andit. Mendoj se duhet ta pranoj, tha ajo. Është mundësi reale për karrierën time, por di çfarë do të bënte kjo, tha Andi. Distancën. Po. Heshtje e gjatë midis tyre. Nuk do t'i thot jo karrierës sëte për shkak tëm. Kjo do t'ishte gabim dhe nuk do t'a lejoja. Andi, dëgjo, 7 muaj distancë nuk janë fundi. Jemi zakonisht bashk her pas here, jemi mësuar me distancën. Bëje praktikën, mëso, kresi, dhe hezitoi pak. Dhe nëse pas 7 muajsh çfarë ndjejmë është e njëjta, atëherë gjithçka tjetër ka zgjidhje. Giulia qau pak, nuk e fshiu, e la të rrithte. Ti je njëri i çuditshëm, tha me zë të ndrojtur. Pse? Sepse më shumica do të kishin thënë mos shko, apo detyrohem të zgjedhësh. Ti thua shko dhe kthehu. Sepse nuk kam frikë nga distanca, kam frikë vetëm nga rryma e fallse. Giulia filloi praktikën muajin tjetër, dhe distanca erdhi, fizike, e vërtet, me distancën e qyteteve dhe oraret e lodhshme, dhe javë kur nuk kishin kohë të flisnin shumë, çfarë fjalë thonin kishte pesh, kur nuk mund të takoheshin sa donin, çdo takim kishte vlerë të dyfisht. Andi ndërkohë punoi. Studimet ishin ardhur tek viti i fundit dhe projekti i diplomës ishte temë komplekse. Projektimi i një ure pedestrale mbi një lumë në qytet imagjinar Kod Alpesh, me kalkulime sismike, materiale të qëndrueshme dhe dizajn estetik. Andi e hodhi shpirtin e tij në atë projekt, jo veç si detyrë akademike, por si demonstrimi i asaj që mund të bënte. Çdo detaj, çdo kalkulim, çdo linjë dizajnit kishte gjurmën e tij. Profesori Marketi, kur sheh versionin e parë, qëndroi i heshtur gjatë para vizatimeve. Pastaj tha, Andi, ky projekt nuk është diplom, ky projekt është portfolio. Giulia u kthye pas 6 muajsh praktike me diçka tjetër në sy, jo ndryshimi plot i personit, por si dikush që ka kaluar në për diçka të rëndësishme dhe ka dalë tjetërsoj i qëndruar. Kishte mësuar shumë dhe jo veç biznese. Kishte mësuar se si funksiononte perandoria e familjes nga brenda, me të gjitha kompleksitetet e saj, me njerëzit që varen nga vendimet e Roberto Ferraros, me presionet e jashtme dhe të brendshme. Kishte gjithashtu kuptuar diçka tjetër. Babai i saj nuk ishte keq, ishte i friksuar. Ishte njëri i cili kishte ndërtuar gjithçka me sakrifica të mëdha dhe kishte kaluar mjaft vështirësi në rrugë, dhe kishte vendosur, kur u bë i fuqishëm, se nuk do ta lejonte askën tjetër të kalonte ato vështirësi, dhe kjo ndër tjera tregohej si kontroll ndaj vajzës së tij. E kuptoi, por kuptimi nuk ishte miratim. Takimi i parë me Andin pas largësisë ndodhi në Torino. Giulia erdhi direkt nga Milano me trenin e mëngjesit dhe Andi e priti në stacion. Ishte atje para kohe, me dorëzat e tij të vjetra të dimrit dhe me atë qetësi që kishte gjithmonë, si dikush i cili pret sepse e di sakt kë pret. Kur u pan nuk u than shumë fjalë, u përqafuan. Një përqafim i gjatë, i heshtur, i atij tipi kur 2 trupa mësuan njëri tjetrin sërish pas largësisë dhe gjejnë gjithçka një lloj si e kishin lënë. Pastaj Giulia qeshi, atë të qeshur me grobzën, dhe tha, ke marr pak kilogram. Karim bëri gjellat mira verën e kaluar, tha Andi, dhe ti hëngre gjithçka, çdo gjë. Ecën bashk në Torino, qytetin i tij të adoptuar, me rrugët e tij të njohura dhe angullat e tij të preferuara. Andi i tregoi projektin e diplomës, kishte sjell disa printime të vizatimeve, dhe Giulia i shikoi me atë vëmendje të vërtet të saj.
pyeti pyetje teknike, dëgjoi shpjegimet, kuptoi jo detaje teknike, por kuptoi njeriun prapa tyre. Nivelin e kujdesit, saktësinë, ambicien e fshehur pas modestisë. Kur e mbron? Pyeti ajo. Pas 2 muajsh. Do t'jem atje, tha ajo. Nuk duhet. Do t'jem atje. Ripërsëriti ajo me atë ton që kishte ndonjëherë kur vendoste diçka dhe nuk kishte diskutim. Shpërthimi erdhi jo me bujë, por me qetësinë e gjërave të papritura. Roberto Ferraro kishte mësuar, nëpërmjet njërit nga miqtë e Giulias të Milanos, nuk kuptoi kur sakt kush, se Giulia planifikonte të shkonte në Torino për mbrojtjen e diplomës së Andit. Informacioni u shoqërua me detaje të tjera, se marrëdhënia kishte vazhduar gjatë gjithë periudhës së praktikës, se ishte shumë e thellë, se Giulia kishte folur për Andin sikur flitej për diçka serioze dhe të qëndrueshme. Roberto ftoi Giulian për darkë, vetëm ata dy. Restorant privat i njohur në Milano, larg syve. Giulia diti menjëherë, kur hyri dhe pa baban ulur atje me atë qetësi të mbajtur, me atë shikimin e prerë, diti se biseda e madhe kishte ardhur. Darkën e filluan me gjëra neutrale, lajme familjare, punë. Pastaj mes kursin të dytë, Roberto vendosi gotën me verë dhe tha drejt. Kam dëgjuar se do të shkosh në Torino. Po, tha Giulia, nuk e mohoi. Për atë djalë, për mbrojtjen e diplomës së tij, po. Roberto Ferraro pastroi gojën me pecetën dhe vendosi me precizion në përtryez. Giulia, kam qenë i durueshëm, kam lënë kohë, kam menduar se ishte gjë e kalueshme, një ndjesi, një aventurë, diçka që zbehet, por kjo nuk ka zbehur. Jo, tha Giulia, nuk ka zbehur. Atëherë, duhet të flasim seriozisht. Ai mori frym. Ky djalë, Andi, nuk ka ardhmëri. Jo ardhmëri që përputhet me joken. Do të studioj, do të marrë diplom, do të punoj si inxhinier, ndoshta mirë, ndoshta shumë mirë, por nuk do të jetë gjithmonë partner barazimisht me ty. Do të ketë gjithmonë një hendek, do të jetë gjithmonë i jashtëm, jo vetëm financiarisht, por shoqërisht, kulturalisht. Baba, zëri i Giulias kishte ndryshuar. Ndaloni, duhet ta dëgjoni. E kam dëgjuar shumë herë, në forma të ndryshme. Andi është njeri me vlera, me inteligjencë, me zemër. Vjen nga familja e thjeshtë, kjo nuk është defekt, është fakt. Ka punuar 2 herë më shumë se çdo njeri që unë njoh. Duke studiuar, duke punuar, duke mbajtur veten dhe duke dërguar para prindërve të tij. E ka bërë të gjithë këtë me dinjitetin dhe mirësinë e tij intakte. Hezitoi. Ju dini çfarë quhet kjo? Karakter. Karakter i vërtet. Roberto Ferraro hapi gojen, por Giulia vazhdoi. Juve ju intereson emri dhe fondi, por mua më intereson njeriu. Dhe njeriu që kam gjetur, sa do t'i papritur dhe i papajtueshëm me planin tuaj, është njeriu me të cilin dua të jem. Heshtja e gjatë. Roberto Ferraro shikoi vajzën e tij. Shikoi atë qerksin, atë vendosmërin, atë dritën në përsy kur fliste, dhe diçka brenda tij lëvizte paksa, sigurisht jana e vjetër kur bie liu i parë pas thatësirës, por ishte njeri prinar dhe prinarinë e shprehte si rigiditet. Nëse vazhdon, do të ketë pasoja. Çfarë pasojash? Pyeti Giulia. Zëri i saj ishte i qetë, por kishte diçka prapa, një sfidë e palëkundër. Financiare, ligjore, mund të rregullojë disa gjëra. Giulia u ngrit nga tavolina. Nuk e ngriti zërin. Nuk kishte nevojë. Baba, ju po thoni se do të ndëshkoni vajzën tuaj sepse dëshiron të zgjedh vetë jetën e vet. Pauzë. Dëgjoni veten. Dhe la restorantin. Roberto Ferraro nuk bëri gjëra dramatike menjëherë. Nuk ishte tip nga ata. Por gjatë javëve të ardhshme disa gjëra ndryshuan. Kartela e kreditet e Giulias, të cilën e kishte familja jo ajo, u bllokua. Qiraja e apartamentit të saj në Milano, të cilën e paguante familja, nuk erdhi. Disa pyetje të tjera rreth kontratës me Ferraro Group pas praktikës u ngadalsuan. Giulia nuk u lëkund. Telefonoi bankën dhe bëri rregullime. Shkroi pronarin e apartamentit të saj dhe negocioi një plan pagese nga xhepi i saj. Filloi të kërkonte punë alternative. Me diplomën e saj dhe me praktikën e Ferraro Group, nuk kishte vështirësi të gjiste ofertat. Por ishte e vështirë, jo financiarisht vetëm, emocionalisht. Ishte bija e Roberto Ferraros, dhe ndryshe nga çfarë dukej nga jashtë,
kishte dashuri të thellë për baban e saj. Ndëshkimi i tij, madje edhe ai ndëshkimi ftohtë dhe i llogaritur, dhimbte. E thirrji Andin dhe i tregoi gjithçka. Andi dëgjoi pa ndërprer. Kur ajo mbaroi, heshti pak. Pastaj tha: "Ktheu të lange fundjavë, unë do të vi." "Andi, nuk ke nevojë." "Do të vi," tha ai. "Kam diçka për t'i thënë babait tënd, edhe do t'ja them unë vet, jo nëpërmjet teje." E shtuna erdhi. Andi mori trenin drejt Lange, jo autobusin e zakonshëm të punës, por trenin direkt, dhe mbërriti mesditën. Giulia e priti te stacioni i fshatit afër. "Ke rrobat e mira," vuri re ajo. Vërtet kishte. Andi kishte veshur xheketën e tij të vetme të mirë, gri e errët, e bler me kursime nga dyqani second hand në Torino, por e mirë, me këmishë të bardhë dhe pantallona të zeza. Jo kostum, jo snobist, por me dinjitet. "Ku është ai?" pyeti Andi. "Brenda, punon." "Mirë, dua të flas me të." Giulia e shikoi. "Andi, nuk duhet." "Giulia," zëri i tij ishte i butë por i prerë. "Ti ke luftuar për ne, edhe unë duhet ta bëj. Mos e ndal." Ajo heshti. Pastaj hoqi mënjan. Roberto Ferraro ishte në dhomën e punës, zyra e tij personale në shtëpinë e Lange, me muret mbuluar me raft librash dhe me dritaren e madhe me pamje mbi kodrat. Ishte ulur pas kompjuterit kur Andi trokiti dhe hyri. Roberto e shikoi, pa befasi, por pa mirëseardhje të ngrohtë. "Andi, thjesht emri, si konstatim." "Signor Ferraro." Andi hyri dhe qëndroi, nuk u ul pa u ftuar, por nuk qëndroi as me poze deferente. Qëndroi drejt, me syt mbi Roberto Ferraron. "Doja të flisja me ju drejt për drejt." Roberto mbylli kompjuterin ngadalë. "Fol." Andi mori frym, jo me nervozizëm, por me atë frymarrje të dikujt që ka menduar shumë çfarë do të thotë, dhe tani është gati ta thotë. "Ju nuk doni mua për vajzën tuaj," filloi ai. "E kuptoj, nuk jam nga bota juaj. Nuk kam emrin tuaj, paran tuaj, rjetin tuaj. Jam biri një elektricisti dhe një mësuese nga Tirana, dhe jam ardhur këtu me bursë dhe kam punuar çdo fundjavë për të paguar qiran. Kjo është e vërteta e situatës dhe nuk e fsheh." Roberto dëgjonte. "Por ju jeni njëri inteligjent," vazhdoi Andi, "dhe njëri inteligjent merr vendime mbi fakte, jo mbi paragjykime. Kështu doja t'ju japnja disa fakte." Hoqi nga xheketa e tij një zarf, jo të madh, por me kujdes të mbyllur. "Ky është projekti im i diplomës, nota e mbrojtjes, rekomandimi i profesorit Marketi dhe oferta e punës që ka marrë gjatë javëve të fundit." Roberto ngriti paksa vetullën, ndryshim i vogël, por Andi e vuri re. "Firma Lombardi Ingjineria, Milano, pozicion inxhinier projekti, me kontrat afatgjat." Andi la zarfin mbi tavolinën e Roberto Ferraros. "Nuk po ju kërkoj miratimin tuaj si baba. Kjo është vendimi i Giulias dhe Andit, ju dini mirë, por po ju tregoj kush jam unë, me fakte, dhe po ju them diçka tjetër. E do vajzën tuaj, jo pasurinë e saj, jo emrin e saj, jo rjetin e saj. Atë." Heshtje. "Dhe ajo e di këtë, sepse e ka parë. Ka parë se si sillem kur nuk ka asnjë arsye tjetër të jem, kur nuk ka emër, nuk ka para, nuk ka avantazh. Ka parë se si sillem me njerëzit, se si punoj, se si mendoj, dhe ka zgjedhur." Roberto Ferraro e shikoi Andin gjatë, me atë shikim të vlerësimit, të atij tipi vlerësimi të brendshëm që ai bënte me çdo gjë. Pastaj zgjodhti dorën dhe mori zarfin. E hapi ngadalë. Lexoi letrën e rekomandimit, ngadalë me kujdes. Lexoi ofertën e punës. Shikoi projektin e diplomës, disa faqe të para, pa e parë në detaje, por duke kuptuar profesionalizmin pas tyre. Pastaj la gjithçka mbi tavolinë. Nuk tha gjithçka për disa sekonda. Lombardi Ingjineria është kompani e mirë, tha Roberto Ferraro pastaj. Zëri i tij ishte i ndryshuar, jo i ngrohtë, por jo asaj zëri i ftohtë i mëparshëm. Ishte neutral, neutral i vërtet, si dikush që por i vlerëson. "E di," tha Andi. "Si e gjete?" Profesori Marketi kishte lidhje, por oferta ishte bazuar mbi projektin e diplomës, ata e kishin parë dhe u interesua. "Heshtje tjetër." "Ulu," tha Roberto Ferraro. Andi u ul, dhe ata folën, jo si armiq, jo si aleat, por si dy njerëz që kanë rënë dakord ta shikojnë situatën pa maska. Roberto pyeti, jo me sharje, por me pyetjet e sharpa të biznesmenve, planet, ambicjet, se kush ihte veten pas 5 vjetësh, çfarë mendonte për kujdesin e familjes.
Andi u përgjigj me sinqeritetin e tij karakteristik, pa premtime të fryera, pa retorik boshe, vetëm me realitetin e asaj çfarë ishte dhe dëshironte të bëhej. Nuk doli nga ajo dhomë me bekimin e Roberto Ferraros, nuk do t'ishte e drejtë ta priste kaq shpejt, por doli me diçka tjetër, me respektin e parë, të vërtet, jo protokollar, të atij njeriu të fuqishëm. Ishte fillim. Dita e mbrojtjes erdhi, dhe Giulia ishte atje. Ishte ulur në rreshtin e tretë të sallës. Universiteti kishte lejuar persona të jashtëm të ndiqnin mbrojtjet publike, me Lukan dhe Karim pranë saj, të cilët e kishin pranuar shpejt si miqe të natyrshme, sepse ishte ajo çfarë kishin menduar gjithmonë, siç tha Lukan me atë paçavurezin e tij të ngopur gëzim. Andi hyri në sallë me veshjen e tij të mirë, i njëjtë kostum i bler me kursime, dhe ngriti syt tek rreshti i tretë. Kur e pa Julian, buzëqeshi pak, jo qeshje e madhe, thjesht ajo lëvizje e vogël e buzëve që është shumë herë më e vërtet. Mbrojtja zgjati 2 orë. Andi prezantoi projektin e tij, ura mbi lum me të gjitha kalkulimet dhe vizatimet dhe justifikimin inxhinierik, me qartësinë e dikujt i cili ka jetuar brenda atij projekti muaj me radhë. Komisioni pyeti me ashpërsi. Kjo ishte tradita. Pa ashpërsi nuk ishte mbrojtje të vërtet. Dhe Andi u përgjigj me saktësi, me qetësi, me atë siguri të brendshme që kishte ndërtuar jo mbi meritën e pretenduar, por mbi punën e bërë. Kur komisioni doli për konsultim dhe u kthye, profesori Marketi, kryetari i komisionit, e shpalli rezultatin, nota maksimale, me lavdërim. Salla duar trokati, Luka bërtiti diçka italisht që nuk ishte krejtësisht e denjë, por ishte plotësisht e sinqert. Karim fshiu syt me mëng, dhe Giulia qeshi dhe qau njëkohësisht, me atë buzëqeshje me gropsën dhe me lotët që nuk i shtypi. Kur Andi doli nga podiumit dhe i gjeti, Giulia e përqafoi fort, dhe ai mbajti atë përqafim si dikush mban diçka që ka pritur gjatë. Bravo, i tha me zë të ulët. Ne, tha ai, jo unë. Javët pas diplomimit u mlodhën shpejt, dhe Andi filloi punën tek Lombardi Ingegneria. Firma kishte zyrë të madhe pranë qendrës historike të Milanos, me sallë projektimi të mbushur me modele arkitekturore dhe ekrane të mëdhenj, dhe njerëz të moshave të ndryshme që punuan mbi projekte të mëdha. Andi shkonte çdo ditë herët, ishte i fundit i ardhur në firmë dhe i pari e kur në kur. Jo për ta treguar, por sepse kishte shumë të mësuar dhe koha ishte e vlefshme. Shefat e tij e vunë re shpejt, jo vetëm aftësinë teknike, por atë kombinim të rrallë. Mund të punonte fort pa u bërë robotik, mund të komunikonte me klientët dhe me punëtorët një lloj mirë, mund të gjente zgjidhje praktike kur projekti ndeshte probleme. Pas 3 muajsh, u ngrit në projektin kryesor të firmës, rinovimi i një ure historike në Bergamo, projekt me buxhet të madh dhe rëndësi publike. Giulia kishte filluar punën e saj, pozicion menaxherial të nivelit të parë, jo tek Roberto Ferraro Group, por te kompani tjetër e pavarur. Kishte zgjidhur pavarësinë, dhe Roberto Ferraro, edhe pse nuk e kishte shprehur me fjalë, e kishte kuptuar sinjalet dhe lëshuar pak. Ata jetonin tani të dy në Milano, apartamenti vogël, i marrë së bashku, me kuzhinë të ngushtë ku Andi gatuante gjellat shqiptare, që Giulia e kishte mësuar të donte, dhe me teras të vogël ku shikonin perëndimin e diellit mbi çatit milaneze. Ishin të lodhur ndonjëherë, kishin debatet e zakonshme të qifteve të reja, kush lante enët, kush haronte të blinte bukë, kush e mbante dhomën më të pastër, por ishin debate të lehta, të shoqëruara me të qeshura, dhe nuk kishin peshën e problemeve të vërteta, sepse gjëja e rëndësishme, ajo baza e besimit dhe respektit reciprok, qëndronte e palëkundur. Nëna e Giulias, Elena, e vizitoi apartamentin e tyre një pasdite pranere, solli lule dhe torte, dhe atë buzëqeshje të butë që kishte gjithmonë. Andi bëri kafen dhe ata kaluan 2 orë duke folur lehtë, dhe kur Elena u largua, tha Giulias, jam e lumtur për ty, thjesht kaq, por ato 3 fjalë kishin peshën e shumë gjërave të pathëna. Roberto Ferraro nuk erdhi, por ndërkohë që muajt kalonin, diçka e tij kishte filluar të lëviz ngadalë, si akulli i vjetër kur fillon pranmera, jo me dram, por me heqje të ngadalshme, të padukshme, të pandaleshme. Ishte Andi ai që mori letrën. Bëriti një të ënë mëngjes, zarfi bardh me logon e Ferraro Group mbi atë. Kur e pa, u ndal për një sekond, pastaj e hapi ngadalë. Letra ishte shkruar me dorën e Roberto Ferraros, jo të shtypur, por me shkrim dore, gjë e rrallë për një njerëz si ai. Filloi direkt, pa hyrje teatrale. Andi, kam parë projektin e urës në Bergamo. Lombardi e ka publikuar si studim rasti. Punë e mirë, jo vetëm teknike, por e menduar. Kisha kontakt me Ingegneria Lombardi dhe ata folën mirë për ty. Nuk e ndryshoj mendimin tim left,
por njeriu inteligjent ndryshon mendim kur ka arsye. Vajza ime është e lumtur. Kjo ka pesh. Nëse ke interes, do t'ishte mirë të hasim, jo si provim, por si dy njerëz. Oferta qëndron. Roberto Ferraro. Andi lexoi letrën 2 herë, pastaj e palosi me kujdes dhe e vendosi mbi tavolinën e kuzhinës. Kur Giulia erdhi nga dhoma e gjumit duke fërkuar syt dhe pyeti, "Çfarë është?", ai ja shtroi letrën pa fjalë. Giulia e lexoi. Kur mbaroi, ngriti syt drejt tij. Sytë e saj ishin lagur, jo me lot të plot, por me atë gjysmë lagështi kur diçka të prek thellë, por nuk dëshiron ta lësh të dalë plotësisht. "Babai im", tha me zot të ndrojtur. "Po", tha Andi. "Ti e dije se do të ndodhte kjo." "Nuk e dija", tha ai me sinqeritet. "Shpresoja." Giulia e rrethoi me krah, dhe Andi e mbajti fort, duke ndjerë ngrohtësinë e saj dhe duke kuptuar se çfarë kishin arritur. Jo triumf, jo fitim dramatik mbi Roberto Ferraron, por diçka shumë më e vlefshme, respektin e fituar ngadalë, me punë dhe me dinjitet, pa humbur asnjëherë veten. Takimi me Roberto Ferraron u bë 2 javë më vonë, jo në Lange, jo në zyrën e tij të Milanos, por në një restorant neutral. Ishte zgjedhja e Roberto Ferraros. Neutral tregonte se nuk donte hierarki, donte territor të barabartë. Andi erdhi I vetëm. Giulia kishte ofruar të vinte, por ai kishte thënë jo. Kjo bisedë duhet jetë midis neve, jo si test, por si respekt reciprok. 2 burra që flasin. Giulia kishte pajtuar, edhe pse me vështirësi. Roberto Ferraro ishte ulur kur Andi mbërriti. I dha dorën, firm, por jo agresiv si herën e parë. Shikimi drejt për drejt, jo vlerësues si më parë, por I hapur. Hëngran dhe flisnin, fillimisht me tema neutrale, profesionale. Andi I tregoi projektin e Bergamos në detaje teknike, dhe Roberto dëgjoi me vëmendjen e dikujt që e kupton inxhinierin jo si jashtëm, por si njeri që ka ndërtuar shumë vet. Kishin terren të përbashkët atje. Të dy I donin gjërat e ndërtuara mirë, gjërat që qëndronin, gjërat me cilësi. Pastaj Roberto Ferraro the diçka e papritur. Kur isha 25 vjeç, filloi, punoja si asistent në firmën e ndërtimit të një njeriu tjetër. Babai im kishte vdekur, nuk kisha asgjë. Punoja 2 punë dhe studioni natën. Hezitoi. Burri I vajzës së shefit tim nuk më donte pranë. Mendonte se nuk isha I mirë mjaftueshëm. Andi dëgjoi pa ndërprerje. I tregova me punë, tha Roberto. Bëra firmën time. Dhe ky njeri, dekada më vonë, erdhi tek zyra ime me propozim biznesi. Pauzë. E refuzova. Jo nga hakmarrja, por sepse nuk e meritonte. Andi kuptoi çfarë po I tregohej. Roberto Ferraro nëpërmjet kësaj historie po I tregonte rrugën e vet, dhe implicit po tregonte se e njihte rrugën e Andit, sepse I ngjante rrugës së tij. "Keni ndryshuar mendim?" pyeti Andi drejt për drejt. Roberto mori kohën e tij. "Mendoj se ke karakter", tha. "Kjo nuk mjafton gjithmonë, por është fillim." Pauzë. Giulia është e lumtur, dhe jo me lumturinë e sipërfaqes. E njoh vajzën time. Ajo ka diçka të qëndruar tani. Ky ndryshim ka ardhur nga ju, ose nga ajo që ju keni bashk. Nga ajo, tha Andi. Giulia ka forcë të saj. Roberto Ferraro ngriti pak buzën, gjysmë buzëqeshje, e parë e vërtet. E di, nuk ka marrë nga unë fare atë. Atë mbrëmje, kur u kthye në apartament dhe Giulia e priti me duart e mbushura me kuriozitet, Andi I tregoi gjithçka, jo me dramatizim, por me qetësinë e dikujt I cili ka kaluar nëpër diçka të rëndësishme dhe ka dalë I tëri. Giulia dëgjoi dhe qau, jo me lot të dhimbjes, por me ato lot të lehtë të çlirimit, kur diçka që ke mbajtur shumë kohë mbi supe, bie. Pastaj Andi bëri diçka tjetër. Mori telefonin dhe thirri prindrit e tij në Tiranë. Babai ju përgjigj pas 2 bibi. Si gjithmonë, Murati ishte shpejt te telefoni kur shihte numrin e djalit. "Andi, mirje?" "Shumë mirë, baba", tha Andi. Dhe zëri I tij kur tha shumë mirë kishte diçka, atë tingull të plot dhe sinqert që Murati e njihte mirë, sepse e kishte dëgjuar shumë herë gjatë fëmijërisë. Zërin e djalit kur gjërat ishin vërtet mirë, jo thjesht të mirë. "Çfarë ka ndodhur?" pyeti babai. Babari intuitiv ai. "Kam diçka për t'ju treguar, baba. Ti dhe mama bashk." Dëgjoi Valbonën duke ardhur.
hapat e saj të njohur mbi dyshemen e shtëpisë dhe zërin e saj. Kush është? Dhe Murati? Andi. Dhe pastaj Valbona. Andi! Mirje? Po ha? Po flesh? Ato pyetjet e zakonshme të nënës. Ato pyetje të thjeshta prapa të cilave fshihet gjithë dashuria e botës. Andi qeshi. Po mami, ha dhe fle. Mirë jam. Pastaj mori frym. Dua t'ju tregoj për Julian. Dhe tregoj. Nga fillimi. Nga goma e shpuar dhe muri guri dhe kafja e fshatit, deri tek apartamenti i Milanos dhe letra e Roberto Ferraros. I tregoj me gjitha detajet, me gjitha emocionet, me gjitha sfidetat. Murati dëgjoj në heshtje, ai lloj heshtjeje të babait që dëgjon me gjithë veten. Valbona ndërhyri ndonjëherë me pyetje të vogla. Sa vjeç është? Cila qytet? Ka familje të mirë? Pyetje të nënës, të drejtuara jo nga paragjykimi, por nga kujdesi. Kur Andi mbaroi, heshtja zgjati pak. Pastaj Murati tha: Djali im. Vetëm kaq. Por ato dy fjalë kishin brenda tyre krenari, dashuri, lutje, falenderim. Gjithçka që babai shqiptar nuk e thot me fjalë të shumta, por e ngjesh brenda dy fjalëze. Valbona qau, ai e dëgjoi. Kur e sjellin? Pyeti. Kur e sjellte ne? Shpejt mami, premtoi Andi. Shpejt. Kur mbylli telefonin, ktheu syt tek Gjulia, e cila kishte dëgjuar gjithçka. Kishte kuptuar pak italisht e pak shqip, por kishte kuptuar tonin, kishte kuptuar emocionin. Sytë e saj ishin lagur sërish. Do të duan, tha Andi thjesht. Si e di? Pyeti Gjulia me zë të ndrojtur. Sepse ti je ti, dhe ata e din gjë të mira kur i shohin. Verën e asaj viti, Roberto Ferraro organizoi darkë familjare në Langhe. Jo event biznesi, por darkë thjesht familjare. Me të ftuar, Elena, Gjulia dhe Andi. Ishte hera e parë që Andi ftohej zyrtarisht si mysafir i familjes Ferraro. Jo si i njohur i Gjulias, jo si njeriu i pranishëm rastësisht, por si person i ftuar me emër. Ndryshimi ishte i vogël sipas shijes, por i madh sipas kuptimit. Andi erdhi me duar plot, jo bosh, jo me blerje të shtrenjta për të bërë mbles, por me gjëra të thjeshta dhe të zgjedhura me kujdes. Verë rakia shqiptare të mirë, të cilën e kishte dërguar Murati me autobusin nga Tirana. Mos vi bosh tek njerëz, kishte thënë babai. Dhe çokoladë të mirë italiane nga dyqani i Torinos. Roberto Ferraro mori rakian dhe e shikoi me kuriozitet. Shqiptare? Nga babai im. E bën vet, tha Andi. Roberto e hapi dhe e nuhati, si dikush që njeh pijet e mirë. Pak kush e bën vet sot, tha, dhe kishte diçka si respekt i heshtur. Darka kaloi me lehtësi të papritur. Elena ishte si gjithmonë, e butë, e vëmendshme, e gëzueshme. Roberto ishte i rezervuar, por jo armiqësor. Ai lloj rezervimi i burrave krenar kur janë duke bërë paqe, por nuk kanë mësuar akoma ta bëjnë me shumë fjalë. Folën për ndërtim, për ekonominë italiane, për projektin e Bergamos. Roberto kishte pyetje teknike, të mira, të sakta pyetje të dikujt që e kuptonin fushën, dhe Andi i u përgjigj me respektin e merituar. Pas darkës, ndërkohë që Elena dhe Gjulia pastronin dhe flisnin, Roberto e ftoi Andin në terracën e jashtme. Ishte nata e vonë verore, dhe qielli mbi Langhe ishte i mbushur plot me yje. Ai lloj qielli që qytetet e mëdha nuk e lejojnë kurrë të shihet. Roberto ndezi cigaret e tij të rralla, e kishte lënë duhanin, por ndonjëherë, nata e madhe, ndezte një. Ofroi Andit, ai refuzoi lehtë. Qëndruan për pak në heshtje. Ke plane? Pyeti Roberto pastaj. Gjithmonë, tha Andi. Çfarë planesh? Andi mendoi si të përgjigjet. Të ndërtoj diçka të qëndrueshme, karrierë të vërtet, jo të shpejt, dhe, hezitoi pak, të jem i denj. Roberto e shikoi. I denj për çfarë? Për besimin e saj, tha Andi thjesht. Heshtje e gjatë. Roberto Ferraro thithi cigaren dhe e nxori tymin ngadalë drejt qiellit. Gjulia ka karakter, tha Roberto, pastaj me zë aq të ulët sa Andi nuk ishte i sigurt nëse e kishte dëgjuar mirë. Por e kishte dëgjuar, dhe kuptua se ato ishin fjalët e pranimit të Roberto Ferraros, jo të dhëna me qeh shmapëse dhe shpallje publike,
por ato lloj fjalësh që i thot njeri krenar kur ka vendosur të pranojë diçka. Me qetësi, gjysmë të vetin, pa spektakël. Andi nuk tha asgjë, nuk kishte nevojë. Disa gjëra kuptoheshin edhe pa fjalë. Muaji shtator solli Julian për herë të parë në Tiranë. Andi kishte planifikuar vizitën me kujdes, jo si demonstrim, jo si provim, thjesht si kthim shtëpie. I kishte treguar Julias gjithçka paraprakisht. Lagja, shtëpia, nënat fqinje që dim gjithçka dhe pyesin edhe më shumë. Rrugët me gur pas shiut, bllokimet e trafikut, pazaret e Tiranës të hënën mëngjes, bloku me kafet dhe njerëzit, liçeni rrethuar nga platane. Julia dëgjoi gjithçka me atë vëmendjen e saj. Murati dhe Valbona i priten me atë mikpritje shqiptare që nuk njeh mas. Tavolina ishte mbushur me ushqime 2 ditë para vizitës. Shtëpia kishte marrë pastrim të dyfisht dhe Valbona kishte gatuar byrykun, tavenkosi, trilecën, gjithçka që Andi kishte treguar se i pëlqente Julias. Kur Julia hyri në shtëpi dhe pa tryezën, u mbulua me buzëqeshje. Kjo është shumë, tha. Jo e mjaftueshme, tha Valbona, duke e kapur për duarsh si dikush kap diçka të çmuar. Eja, ulu. Murati i dha dorën Julias me atë solemnitet të thjeshtë të baballarëve shqiptar, jo ceremonioz, por me peshë. Mirë se erdhe, tha. 2 fjalë të thjeshta, por Julia kuptoi, edhe pa e folur shqipen, edhe pa e njohur kulturën, se ato fjalë ishin të vërteta. Gjatë darkës, Valbona, e cila kishte mësuar pak fjalë italiane nga interneti për vizitën, mundohej të komunikonte me Julian, dhe Julia, e cila kishte mësuar pak fjalë shqipe nga Andi, mundohej të kthente. Dhe Andi ishte mes tyre, duke përkthyer dhe duke qeshur, dhe duke parë 2 botët e tij. Bota ku kishte lindur dhe bota ku po ndërtonte të ardhmen e tij të uleshin të njëjtin tavolinë dhe të hanin të njëjtën bukë. Murati e nxorri rakinë e tij, jo të njëjtën me atë që kishte dërguar, por nga shishja personale, dhe dha xhamit, për djalin, tha, dhe për vajzën e mirë. Julia ngriu xhamin, sytë e saj ishin lagur pak, ato lot të heshtur të dikujt i cili ka kuptuar diçka të thellë. Kishte parë Andin në shumë kontekste, si student, si punëtor, si i dashuri, si kundërshtari i babait të saj, por tani, këtu, e shikoi si biri i këtyre 2 njerëzve të thjesht me duar të kalluara dhe zemra të mëdha, dhe kuptoi plotësisht nga kishte ardhur ajo forcë e tij, ajo dinjiteti, ajo ndershmëria. Kishte ardhur prej tyre, ishte trashëgimia e vërtet. Muajin dhjetor, Andi bleu unazën. Nuk ishte unazë shtrenjtë, kursimet e tij nuk lejonin shpenzime ekstravagante, por ishte unazë zgjedhur me kujdes, goldi bardhi thjesht me një gur të vogël të ndritshëm, elegant pa qenë bombastik. Ishte unaza e dikujt i cili di çfarë do dhe e gjen pa ndërmjetës. Planifikoi gjithçka. Vendosën të shkonin sërish në Lange për Krishtlindje dhe ai kishte vendosur se propozimin do ta bënte atje. Jo sepse duhej të ishte dramatik, por sepse vendi kishte kuptim. Ishte vendi ku ishin takuar, ku ishin fjetur nën të njëjtin qiell yje herën e parë, ku kishte çur gomën e makinës mbi atë mur guri, ku kishin ngrënë bukën dhe djathin e Julias në drek pune, ku kishte qëndruar dhe shikuar makinën e saj të largohej dhe kishte ndjer atë shkëndinj të parë. Kishte biseduar gjithashtu me Muratin dhe Valbonën, jo për leje, por nga respekti dhe dashuria. Murati kishte thënë, bëje, me atë lakonizmin e tij karakteristik. Valbona kishte qarë pak dhe pastaj kishte thënë gjysmë duke qeshur, mos prit shumë gjatë djalimim, se grihu ma parë. Kishte biseduar gjithashtu me Roberto Ferraron, telefonate shkurtër, direkte. I kishte thënë se kishte ndërmend të propozohej Julias dhe dëshironte ta dinte. Roberto kishte heshtur pak, ato pak sekonda gjatë të cilave Andi mund ta imagjinonte baban krenar të kalonte nëpër disa mendime njëkohësisht, dhe pastaj kishte thënë, Julia merr vetë vendimin e saj, por nëse pyet opinionin tim, je njëri i mirë Andi, dhe kishte mbyllur. Ato ishin fjalët më të mëdha që Roberto Ferraro kishte thënë kurrë. Propozimi ndodhi një darkë dimri mbi terrasën e shtëpisë Ferraro në Lange. Elena kishte qenë bashkëpunëtore sekrete. Kishte organizuar darkën, kishte garantuar se terasa do të ishte e ngrohtë me brazerin e madh metalik dhe me qirin të vendosur gjithandej. Kishte siguruar se Roberto do të mbetej brenda për anë rast, për ca minuta. Kur Julia hyri në brez dhe pa tryezën, u mbulua me buzëqeshje. Histe.
Zëri i Andit ishte i qetë dhe i sigurt si gjithmonë, por kishte diçka tjetër brenda tij, diçka si zjarri mbajtur me kujdes. Giulia Ferraro, tha Andi. Zëri i tij ishte i qetë dhe i sigurt, por kishte diçka tjetër brenda tij, diçka si zjarri mbajtur me kujdes. Jam takuar me ty mbi një rrugë kodrinore, mes vreshtave, kur nuk dija fare kush isha unë, dhe ti nuk dije kush isha unë. Kemi bërë rrugë të gjatë, jo të lehtë, por reale. Kemi pasur sfida dhe momente dyshimi dhe njerëz që nuk dëshironin të shihnin njohjen tonë, por ne kemi qëndruar, sepse ajo çfarë kemi mes nesh nuk është ndërtuar mbi rrethana të favorshme, është ndërtuar mbi zgjedhje. Çdo ditë zgjedhja për të qëndruar. Giulia e mbante frymën. Nuk mund të ofroj gjithçka materiale që bota mendoj se duhet të kisha, vazhdoi Andi, por mund të ofroj këtë: praninë time të plot, punën time të palëkundur, respektin tim të vërtet dhe dashurinë time. Jo dashuri e ditëve të mira, por dashuri e çdo dite, mirë apo keq qoftë. Nxori unazën. Giulia Ferraro, do të martohesh me mua? Heshtja zgjati 2 sekonda, ato 2 sekonda gjatë të cilave toka ndalon pak përpara se të vazhdoj më parë. Pastaj, Giulia tha jo, edhe nuk kishte asnjë hezitim, asnjë dramë të shtuar, asnjë teatralitet. Vetëm ajo fjalë vogël e madhe, e thënë me të gjithë vullnetin e saj dhe me të gjithë emocionet e grumbulluara të muajve dhe viteve. Andi vendosi unazën. Duart e tij, ato duart të kalluara nga puna, nga studimi, nga çdo fundjavë kantieri, nga çdo javë Torinoje, ishin të qëndrueshme dhe të buta njëkohësisht. Kur u ngrit, ajo e përqafoi fort dhe pas tyre, nga dritarja e kuzhinës, dukej Elena, duke fshirë syt me buzëqeshje. Dhe pas Elena, si hije e madhe dhe e qetë, qëndronte Roberto Ferraro, i cili nuk hyri, nuk ndërhyri, thjesht shikoi. Dhe kur ktheu syt nga dritarja dhe u largua drejt dhomës të ndenjes, kishte diçka ndryshe mbi shpatullat e tij, diçka si lehtësi, si pesha e vjetër e rezistencës së hequr. Dasma u bë pranverën e vitit tjetër, jo dasma e madhe e spektakolare. As Giulia, as Andi nuk donin atë. Dasma e qetë, me kuptim. Ceremonia kishte qenë civile, në Langhe, me qiellin e kaltërt të Piemontit mbi ta dhe kodrat me vreshtat e rinj si sfond. Ishin miqt dhe familja, Luca dhe Karim nga Maria nga Torino, Federica dhe Lorenzo nga Milano, Murati dhe Valbona nga Tirana, Elena dhe Roberto Ferraro dhe disa të tjerë, jo turm, por njerëz. Murati dhe Roberto Ferraro u ulën pranë njëri tjetrit dhe folën nëpërmjet Andit si përkthyes gjatë darkës, bisedat e vjeshtorëve shqiptar dhe italian, 2 burra nga 2 botë të ndryshme, të cilat zbuluan se kishin shumë të përbashkëta. Punën e dëshiruar, familjen e dashur, fëmijët e tyre si krenaria më e madhe. Kur Murati i tregoi Roberto Ferraros, duke kapur krahun e djalit të tij, me ato duar të kalluara, se Andi kishte mësuar elektriciteti para se të shkonte në universitet, sepse donte ta dinte baban e tij, Roberto Ferraro, për herë të parë, dëgjoi diçka e cila mund të quhej emocioni vërtet brenda atij burri të sert. Andi dhe Giulia nuk lanë Milanin menjëherë pas dasmës, kishin karrierën e tyre aty, kishin jetën e tyre të ndërtuar, por pas 2 vjetësh, kur Andi ngriti firmën e tij të vogël, Inxhinieria Dardhe, emër me kuptim personal, pasi Dardha ishte fruti i tokës shqiptare dhe ngjyra e syve të tij, vendosën bashk. Firma filloi me 2 njerëz, Andi dhe një inxhinier i ri italian me të cilin punuase tek Lombardi. Pastaj u bën 4, pastaj 8. Marrin projekte të vogla dhe mesatare, rinovime, ura të vogla, infrastrukturë lokale. Cilësori ishte shenjë e tyre. Çdo projekt i trajtuar me kujdesin e dikujt, i cili ndërton jo për klientin e sotëm, por për njeriun e nesërmën, i cili do ta përdorë atë ndërtesë, atë urë, atë rrugë. Roberto Ferraro, me atë pragmatizmin e tij, e vuri re firmën e vajzës dhe dhëndrit dhe propozoi bashkëpunim për një projekt të vogël. Andi pranoi, por me kushte të qarta: cilësia, transparenca, autonomia. Roberto pranoi pa debatuar shumë. Ishte fillimi diçkaje tjetër. Giulia ndërkohë kishte ndërtuar pozicionin e saj, jo brenda Ferraro Group, por pranë saj, me identitetin e saj.
Ishte bërë menaxhere e suksesshme e pavarur, e respektuar për mendjen e mprehtë dhe etikën e punës. Elena e shikonte me krenari dhe ndonjëherë i thoshte me qetësi se ke të marrë nga Ajati, dhe pastaj qeshnin të dyja, sepse ishte e vërtet, por jo as pak e thjesht. Dhe Andi çdo herë kur kalonte mbi ndonjë urë, projekti i atij apo të dikujt tjetër, ndalonte një sekond dhe e shikonte. Mendonte se e kishte projektuar, si i kishte llogaritur forcat, si i kishte zgjedhur materialet. Mendonte se nën atë urë kalonte rumi, dhe mbi të kalonin njerëz me jetë dhe destinacione dhe histori, dhe ura ishte vetëm mjeti, pa kuptim vet, por me kuptim të plot kur bënte lidhjen. Ashtu si ai, ashtu si gjithçka e vërtet. Kishte shkuar nga Tirana me një çantë dhe me shpresën e prindërve mbi shupa. Kishte punuar dhe studiuar, dhe luftuar dhe dashur. Kishte gjetur Julian mbi një rrugë guri mes vreshtave, jo për fat, sepse kishte atje, dhe kishte zgjedhur të ndihmoj pa pyetur çfarë fitonte. Dhe kjo zgjedhje e thjesht, pa llogari, pa interes, kishte ndryshuar gjithçka. Jo përse Julia ishte vajza e milionerëve, jo përse lidhja kishte hapur dyer, por sepse kjo zgjedhje e vogël kishte qenë e vërtet, ishte treguar kush ishte Andi me gjithë esencën e tij. Dhe kur je i vërtet, bota e njeh. Murati kishte thënë dikur, qindra herë gjatë fëmijërisë, duke u kthyer nga puna me duar të kalluara, djali im, mos gëj punë me gjysmëzemre, apo bëje plotësisht, apo mos e bëj fare. Andi e kishte bërë gjithçka me zemër të plot, dhe kjo ishte trashëgimia e vërtet e familjes Dardhe. Dhe kështu mbaron historia e Andit dhe Julias, por a mbaron vërtet? Jo, sepse histori si kjo nuk mbarojnë, vazhdojnë çdo vit, në zgjedhjet e vogla, në punën e bërë me kujdes, në zemrën e mbajtur hapur, edhe kur bota të thotë të mbyllesh. Andi nuk u bë i pasur brenda natës. Roberto Ferraro nuk u bë baba ideal. Pengesat nuk u shuan me magji, por çdo gjë u zgjedh, nadal, me punë, me dinjitet, me dashurinë si busull. Ka një mësim këtu për secilën prej nesh. Vlera e vërtet nuk shkruhet mbi emrin apo fondet apo rrjetin, shkruhet mbi karakterin, mbi se si je kur nuk ka asnjë avantazh për të qenë i mirë, kur ndihmon dikë pa pritur asgjë, kur qëndron drejt, edhe kur bota të shtyng. Andi ndihmoi Julian atë rrugë guri mes vreshtave, jo përse dinte kush ishte, e ndihmoi sepse ishte ai çfarë ishte, dhe kjo bëri gjithë ndryshimin. Shkruani në komente, çfarë ju ka goditur më shumë nga kjo histori, dhe nëse keni pasur ndonjë moment në jetë kur një gest i thjesht ka ndryshuar gjithçka, tregojeni, jemi këtu të dëgjojmë. Nëse kjo histori ju ka prekur, mos harroni të lini një like, ta zhdani me dikë të dashur dhe të abonoheni për histori të tjera si kjo, histori të vërteta, histori njerëzore, histori që prekin zemrën.